Fundi i muajit shtator nuk ka qenë i zakonshëm për marrëdhëniet shqiptaro-greke. Një deklaratë e komisionerit Han që cilësonte çështjen Çame si një problem që duhej diskutuar mes dy vendeve, ka ndezur gjakrat mes fqinjve ballkanik. Menjëherë Shpëtimi Drizi, kryetari i partisë që identifikohet më shumë me çështjen Çame, nuk ka munguar të reagojë me stil biblik duke shkruar në Facebook: "Ora e bardhë erdhi". Ndërkohë Greqia zyrtare ka hapur zjarr me artilerinë e rëndë duke mos ndryshuar qëndrim për një problem që e quan inekzistent. Por në fakt vetëm inekzistent nuk është. Herë me të butë dhe herë me të fortë qeverisë shqiptare që kanë ndjekur njëra tjetrën e kanë vendosur çështjen Çame në agjendën e tyre sa herë kanë pasur takime të nivelit të lartë. Po aq herë grekët e kanë anashkaluar duke e quajtur problem individual atë të pronësisë dhe të bashkëpunëtorëve të fashizmit kur bëhet fjalë për shpërnguljen masive të çamëve të besimit islam pas luftës së dytë botërore. Këmbgulja, edhe pse shpeshherë endemike shqiptare, ardhur për shkak të dobësisë sonë ekonomike dhe pozicionit të pafavorshëm ndërkombëtar krahasuar me Greqinë, më së fundi e dha rezultatin e saj. Edhe pse deklarata e Han në këndvështrimin evropian ka prekur 3 çështje më se normale, si ajo e minoritetit grek në Shqipëri, marrëveshja detare dhe problemi Çam, veshji i diplomacisë greke është vrarë vetëm nga kjo e fundit. Menjëherë pas kësaj ka ardhur edhe vizita e kryeparlamentarit Ilir Meta në Athinë, i cili me siguri pikë kryesore të agjendës së tij nuk ka patur sigurimet shoqërore të emigrantëve shqiptar apo patentat, por atë që shqetëson më shumë mikpritësit e tij, çështjen Çame. Vizita e Ilir Metës në Athinë nuk ka kaluar pa tension në Tiranë. Shpëtimi Drizi ka preferuar të bëjë naivin, duke i kërkuar Metës që të mbrojë çështjen Çame. Publicisti Skënder Mingjozi në artikullin ironik Butësia ballkanike e Metës e mbyllte analizën me citimin: "Jo gjithmonë vlen shprehja me qetësi dhe dashuri". Ndërkohë, më reaktiv ka qenë deputeti i Partisë Demokratike Eduard Selami, i cili ka shkruar 2 fjali të drejtpërdrejta në rrjetet sociale. Bashkimi Evropian njeh çështjen Çame, kryetari i kuvendit ngushëllon Greqinë. Turk. Por a ishte Ilir Meta një zjarrfikës i entuziazmit Çam dhe treguesi se kjo çështje ka në mos armiq të paktën indiferent në politikën e lartë shqiptare? A është kjo vizitë një mesazh se politika shqiptare e fqinjësisë do të ruajë linjat e saj tradicionale duke kërkuar gjuhën e dialogut dypalësh dhe jo atë të nacionalizmit? A ishte Ilir Meta mbrojtës i partisë së Idrizit kur deklaroi se nuk ka parti serioze nacionaliste në Shqipëri apo u tall me Idrizin? Pse delegacioni që shoqëronte Ilir Metën në kryeqytetin Helen kishte në radhët e tij Vangjel Dulen, Vangjel Tavon dhe Anastas Angelin, të 3 deputet të rreshtimeve të ndryshme politike, por që i bashkon gjaku Helen? Pse nuk kishte në radhët e tij edhe një deputet nga radhët e Çamëve? Duke e parë në një këndvështrim më të gjerë, a u përpoq Ilir Meta të tregonte se çdo problematik që implikon Shqipërinë me ndërkombëtarët, duke filluar nga armët kimike, reforma në gjyqësor dhe tani problemi Çam, nuk mund të zgjidhet pa qenë edhe ai palë? Dhe e fundit, a është kjo një linjë dytë në diplomacinë shqiptare apo është thjesht një nuancë e të njëjtës politikë? Të gjitha këto janë pyetje që mund t'i bëhen një vizite e cila më shumë se sa rutinë është një lëvizje diplomatike, jehona e të cilës do të ndihet në vitet që vijnë. Pasi Greqia pavarësisht krizës është investitori më i madh në Shqipëri, mikpritësi më i madh i emigrantëve shqiptar, meka e tyre e turizmit dhe çfarë është më e rëndësishmja, Greqia do të vazhdojë të mbetet edhe për disa mijëra vjet fqinjë ynë. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, erdhëm prapë të enjte në emisionin Arena, ku do diskutojmë çështjet që kanë shqetësuar këtë javë politikën shqiptare, sidomos politikën e jashtme. Do diskutojmë, emisioni është ndarë në 2 pjesë, do diskutojmë pjesën e parë për deklaratën e komisionerit Han për çështjen Çame dhe gjithashtu edhe për vizitën e zotit Ilir Meta në Greqi. Ndërsa në pjesën e dytë do flasim për vizitën e kryeministrit shqiptar Edi Rama në Beograd dhe në Nish. Për të diskutuar, kemi një panel të nderuar ku
kemi zotin Shpëtimi Drizi, nënkryetari i Kuvendit Popullor dhe njëkohësisht kryetar i PD-jus, e cila pak a shumë njihet në publik edhe si partia e Çambe. Kemi zotin Petrit Vasili, kryetari i grupit parlamentar të LSI-s. Kemi profesor Pascal Milon, ish ministër i jashtëm, zotin Aldo Bumçi, deputet, ish ministër i jashtëm, dhe profesor Pëllum Gjufin, ish zëvendës ministër, profesor i historisë dhe ambasador në Rom. Po e fillojmë me zotin Idrizi. Atëhere, dikur në vitet 90 dëgjonim që çamët, por nuk e dinim nga kishin ardhur, kishte një errësirë totale ndër ne shqiptarët. Sot, çështja çame përmendet në Europë. Jeni të gëzuar? Padyshim që është një hap goxha i rëndësishëm në zgjidhjen e çështjes çame, sepse siç e thatë edhe ju, çështja çame ka kaluar një kalvar gjatë, do të thoya, dhe ka pas shumë elemente të cilët për një kohë shumë gjatë çështja çame ka qenë një çështje e harruar, e potencuar direkt mas arrës së demokracisë në vitin 90, ku edhe shqiptarët e Çamërisë gëzuan frujtet e lirisë. Kemi krijimin e shoqatës së parë Çamëria, shoqata e parë patriotike, për herë të parë çamët ishin të lirë të ngrinin zërin e tyre, bënin një lloj organizimi, por padyshim do ta theksoj prapë që përveç që është hap shumë i rëndësishëm në zgjidhjen e çështjes së Çamës, sepse tashmë ka kaluar thjesht dhe vetëm nga një potencim nga shteti shqiptar apo në një marrëdhënie dypashme, po tashmë është bërë pjesë si një çështje themelore e drejtave të njerëzit, tashmë pjesë e Bashkimit Evropian, e cila mbi të gjitha stimulon mekanizmin e krijuar ndërmjet qeverisë shqiptare dhe greke për trajtimin me dialog edhe çështjeve të tilla. Do theksoja faktin, ky është përshtypja ime më e qartë, që ecuria e çështjes çame ka ardhur dhe ka qenë paralel me dobësimin apo me forcimin e shtetit shqiptar. Ka qenë një çështje e potencuar shumë në vitin 91, 92, ndoshta edhe më parë, po flas për këtë pjesë. Do të thotë që me kryeministri Meksi, Sevreqi, pastaj me radhë nga zoti Mejdani, Mojsiu e shumë të tjerë. Dhe fillimisht ka qenë një çështje shumë e fuqishme në agjendën ndërmjet dy vendeve tona, kam parasysh vitin 92, 91, 94, madje ku pranoi hapur edhe mënyra dhe se si do të zgjidhej çështja e shqiptarëve të Çamërisë. Sigurisht që me krizën e vitit 97 dhe me dobësimin e shtetit shqiptar, por edhe do thojmë prani shumë të madhe dhe prezencë shumë të madhe të Greqisë në Shqipëri, jo thjesht dhe vetëm si potencë ekonomike, po në një farë mënyrë ishte edhe kishte një lloj do të thoja paternalizmi mbi të gjithë vendet e rajonit dhe shifej si një ndër fqinjët i cilat duke qenë pjesë e Bashkimit Evropian do ta ndihmonte Shqipërinë, fatkeqësisht nuk ndodhi kështu, sepse mas vitit 1997 praktikisht Shqipëria nuk kishte një pozitë shumë fortë, kishte shumë probleme të brendshme. Forcimi i shtetit shqiptar solli gjithashtu edhe rritjen e çështjes çame dhe futjes në disa dokumenta të cilat e bëjnë atë pakthyeshme. Kam parasysh këtu faktin. Në vitin 1994 ne kemi një deklarim të Parlamentit të Shqipërisë, madje kthyer në ligj, që e njeh 27 qershorin si dita e genocidit kundër shqiptarëve të Çamërisë. Nga këtu gjithë forcat politike jemi dakord që mbi shqiptarët e Çamërisë është bërë një genocid, ashtu siç kemi me shumë vështirësi do thoja, po kemi një miratim të rezolutës nga Parlamenti i Shqipërisë, i cili është një dokument shumë i rëndësishëm obligues për të gjithë qeverisë shqiptare. Por ndërkohë edhe konventat europiane të drejtave të njerëzit, konventat EOKB-s për parandalimin dhe për parandalimin dhe dënimin e krimeve të njerëzimit, dhe e bëjnë të gjithë të mundur, të gjithë preambulin dhe të gjithë dokumentacionin, kuadrin e nevojshëm ligjor për zgjidhjen e çështjes çame. Padyshim që edhe këtu kemi të nderuar të cilët kanë punuar në funksione shumë të rëndësishme të diplomacisë shqiptare, pra ministër, dhe mund ta bëjnë shumë më mirë se sa mua një lloj dinamike të kësaj çështje, por më duhet të theksoj se në qeverinë e fundit për herë të parë çështja çame është futur në programin qeveritar, pra gjithë forcat politike e kanë në programin e tyre, por për herë të parë ne kemi futjes në program qeveritar, madje në dosjen diplomatike ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë, ku krahas çështjeve të tjera, çështja e shqiptarëve të Çamërisë është një ndër çështjet kryesore. Ku do ta gjuaj këtë një avancim shumë pozitiv, por dhe mbi të gjitha
mënyra se si i është adresuar edhe Bashkimit Evropian. Nëse do bëjmë një historik të shkurtër, sepse ajo që ndodhi me Komisionerin Hahn dhe me qëndrimin e Bashkimit Evropian nuk ka qenë një gjë e rastishme, nuk ka qenë një gjë thjesht një artikulim sa për të thënë, por gjitha këto që sapo thash, padyshim që më duhet theksoj edhe faktorin vetë komunitetit çante PDU-e, e cila është gjithmonë shtys dhe garant për avancimin e çështjes shqiptare të Çamërisë. Komisioneri Hahn ju përgjigj një pyetje të një eurodeputete e cila me dashamirësi shumë të madhe që të pengonte avancimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, ju adresua komisionerit Hahn duke prezantuar, paraqitur para saj që fjalimi i kryeministit Rama në kongresin e PDU-s, protesta e shoqatës Çambëria, që është gjëja më normale në botë me rastin e vizitës së ministrit Kocias, apo prania e PDU-s në qeveri, ishin apo jo në përputhje me parimet e eficiencisë mirë, dhe a do të fuse kjo në progres raport si një gjë negative. Komisioneri Hahn, tashmë për herë të parë, dhe ky është një ndër rrugët e duhura që ne duhet ndjekim për çështjen Çame, kishte të gjithë dijenin dhe dosën dhe materialet e nevojshme, jo thjesht në këtë moment, por shumë më përpara, ku dha një përgjigje që ne stimulojmë dhe përshëndesin mekanizmin e krijuar në Shqipërisë dhe Greqisë, një mekanizëm normal dialogu për çështjet të cilët janë substantive apo të mbartura. Mas sa ne kishim një reagim disproporcional, do thoja, të Greqisë, dhe u detyruar të ditën e nesme zëdhënësja e Bashkimit Evropian, e cila e rikonfirmoi, do thoja, qëndrimin e komisionerit Hahn. Pra, është vërtet një hap i madh përpara, është një hap në drejtimin e duhur, absolutisht nuk është një hap për të qenë euforik, por besoj që ky është momenti që jo të gjithë forcat politike shqiptare, Parlamenti i Shqipërisë, qeveria shqiptare, por kemi nevojë kësaj radhe që çështjet shqiptare të Çamërisë të bashkohen gjithë shqiptarët, historianët, gjuhëtarët, në mënyrë që çështja shqiptare e Çamërisë të çështje kombëtare që të çështje të gjithëve. Ju falenderit. Zoti Vacili, në fakt, sot në parlament ka pasur, le themi, një përplasje të lehtë shpatash, sepse edhe shtypi ndikoi në mënyrën e vet për ta paraqitur sikur vizita e zotit Meta ishte një farë mënyre për të shuar zjarrin. Disa të tjera paraqiten për të ulur shqetësimin grek, dhe ka dhe pastaj nuanca të tjera që e paraqesin si një vazhdim i politikës tradicionale të fqinjësisë së mirë, dhe të tjerë që e paraqesin sikur është një linje dytë në qeverinë shqiptare. Faktikisht ju si numri 2 i LSI-s. Çfarë versioni keni? Unë nuk besoj se është fjala këtu për një version. Këtu nuk ka asë çështje versione, asë çështje të papriturash. Dhe nuk ka asë në një inkoherencë qëndrimesh e cila do shqetësonte dikë. Për arsye se duke vazhduar me dashamirësi analizën edhe kronologjinë që zoti Idrizi me shumë korrektet bëri, sigurisht nuk mund përshkruhen të gjitha momentet e sensibilizimit çështjes Çame, po sigurisht një moment kulmor, do thuhet edhe më pas, ka qenë vizita e zotit Meta në vitin 99, e cila është një në atë kohë krijoi sigurisht një sensibilizim pozitiv të jashtëzakonshëm, besoj se nuk është shuar nga memoria as kërkujt, ndërkohë që kishte një platitje të madhe të çështjes, urimor me një dimension shumë të fortë, dhe sigurisht ishte vlag e saj mbajti për një kohë të gjatë, sigurisht përsa i takon, meqense lidhet edhe me një forcën politike që unë përfaqësoj, po kështu në rastin e vizitës që sigurisht është memorien shqiptarëve të ministrit Panariti, pati sigurisht përsëri një qasje pikërisht po të tillë për të mbajtur mend, cilat edhe janë komentuar pozitivisht e tjera. Në rastin konkret, kishim bënë pikërisht vazhdimin e një linje, absolutisht, pa asnjë diskutim dhe një devijim për këtë çështje. Në mënyrë shumë të qartë, kryetari i Parlamentit vuri duke që me Greqinë për këtë çështje vazhdojmë që të ketë dy qasje të kundërta. Ai quajti qasje ndryshme diplomatikisht, pa një qasje të kundërta. Ne kemi qasje të qartë për çështjen, e tërë politika shqiptare, të tërë rezultatet shqiptare janë mbështetur nga të gjithë, në të tëra takimet është mbështetur nga të gjithë, po i rikthejmë edhe një herë vizitës zotit Meta nuk ka pas në një artikulim në nivel aq superior në asnjë vizitë zyrtare që është bërë në Greqi.
në tone aq të larta. Dhe sigurisht nuk besoj që procesi edhe i sensibilizimit çështjes të çame lind dhe mbaron me një moment. Unë përmenda këtë moment kulmor që ka qenë, po ka pasur sigurisht edhe ato që me zoti Idrizi me shumë drejt citon në vitet 92, 94 etj etj. Pra është një proces i gjatë që na ka prurë në këtë pikë, deri në artikulimin e rëndësishëm të veçantë dhe të sigurisht shumë spikatur të zotit Han. Pra kemi proces i cili ecën pandalshëm dhe sigurisht smërçi, ngërçi i madh i akumuluar në të shkuarën sigurisht do kërkonte një proces, do kërkojë një proces të gjatë. Greke në faktin që kërkon një vizitë të zotit Meta në një farë mënyrë kërkon një rikonfirmim të marrëdhënieve të mira të shqiptaro-greke? Nuk duhet i ngatrojmë këto gjëra. Sigurisht vizita e zotit Meta si çështë agjenda e parlamentit nuk ka qenë e lidhur pikërisht me këtë çështje. Ka qenë një vizitë e planifikuar prej kohësh, duhet të jemi korrekt me opinionin, e cila përkoi e pruri ishte një rastësi fatlume që përkoi që ndodhte edhe mbas tyre zhvillime siç që deklarimi i zotit Han. Pra, nuk do të thotë mund të ndodhte rastësisht që ishte edhe më përpara, siç janë agjendat e përcaktuara me kohë. Ishte një vizitë e planifikuar me kohë nga pala greke, jo nga pala shqiptare. Dhe besoj që këtu qasja ka qenë e qartë, njëkohësisht ka pas dhe një qasje tjetër e cila duhet marrë në konsiderat. Na intereson të kemi një mundësi ura komunikimi, apo na intereson një Greqi e bunkerizuar në çështjen çame, e cila nuk komunikon, e cila refuzon totalisht dhe nuk i hapet asnjë lloj dialogu. E vazhdojnë refuzimin. Besoj, sigurisht, po pyetja që shtrohet është kjo. Na duhet të kontribojmë në zgjidhje. Sot ministri i Jashtëm citoi në korrekte që kishte bërë mbi 16 vizita për këtë çështje. Pyetja është kjo, na duhet të kemi rezultate? Na duhet që çështja të zgjidhet apo nuk na duhet të zgjidhet? Kjo është një pyetje e shtruar në tavolinë. Sensibilitetin e kemi maksimal, problemet e gjithë presin, komiteti, opinioni publik, në të veçantë ai Çam, unë besoj tash i them opinionin publik sepse çështja është kombëtarizuar, nuk është më një pjesë, po themi që nuk është një pjesë që takon komunitetit Çam apo jo. Ndajmë këtë opinion. Dhe në qoftë të tillë, i gjithë ky opinion publik, nivel kombëtar, pret patjetër një avancim cili do qoftë. Po ky avancim duam apo nuk duam ne, është i lidhur me një çështje që lidhet me Greqinë. Asnjë nuk mund të ketë, ne nuk shkojmë me iluzionin që nga diku Greqisë do të vijë një urdhër i prerë me të cilin do pranojë të ketë një në çast në atë moment do hapi dyrë. Pra është një proces negocimi shumë i fortë politik, edhe i fortë, po dhe inteligjent, edhe me emfazë dhe me pathos, po kërkon edhe diplomaci, dhe pa i kombinuar gjitha instrumentat, nuk besoj se ne kur mund të arrijmë rezultatet që dëshirojmë. Dhe në këtë çështje, kjo qasje pra, për të hapur ura komunikimi, me një opinion publik që duket është relativisht, sigurisht kjo është shumë për të diskutuar, po duket relativisht më pak konservator nga pjesë tjetër e politikës greke, në mënyrë të veçantë që ndodhet në opozitë, cili ka pozicione akoma më ekstreme, pra për të maksimizuar një moment i cili deklarata e zotit Han, një lloj sepse ka dhe një qeveri greke i cila është më dashamirëse ndaj emigrantëve të tjerë, pra një moment që duke e përdorur me inteligjencë mund ta çojë drejt një hapje drejt problemit, apo unifikimi, bërja njësh e gjithë faktorët grek që e bën pamundur që të çojmë përpara. Besoj që të gjithë janë të interesuar vetëm për një çështje. Cili është rezultatet dhe progresi që bën kjo çështje në drejtim në mënyrë konkrete. Nuk besoj se ka asnjë, sot unë sfidoj të gjithë për këtë gjë, që të jetë i sensibilizuar negativisht për çështjen çame, absolutisht jo. Nuk ka as në sallën e parlamentit, as jashtë politikës dhe as në nivel kombëtar. Dhe të gjitha qendrimet politike rezolutat kanë qenë me unanimitet plot. Së paku, shtatakon me që edhe në hapjen tuaj të emisionit pati citime të jashtëzakonshme në planin gazetaresc për shtatakon zotit Meta. Janë të gjitha pyetje që i ka bërë opinioni. Mirë, pyetje duhet i qasim, besoj që jemi shumë korrekt me çfarë ndodh në praktik, çfarë ndodh në fushën politike dhe çfarë ndodh në fushën diplomatike. Përgjigjet janë aty. Tani hamendje dhe insinuata kushdo mund të bëjë çfarë të dojë, edhe është në liritë e tij të plota. Por këto janë të vërtetat dhe kjo është qasja në këtë moment të ri në cilin ndodhemi. Çështja shumë e thjeshtë. Në rast se e ngrëm këtë çështje dhe kërkojmë që në mënyrë të kemi mundësi të dialogojmë, të flasim, të komunikojmë, pranojmë të kemi komunikim dy anshëm, jo vetëm nga ana jonë. Ne me njëri tjetrin e kemi mirëkuptim plot.
Ne na duhet si do çajm në frontin tjetër, i cili është duket hermetikisht i mbyllur. Ne nuk na duhet emfaze jashtëzakonshme politiko-historike, pasi çështja është e qartë, ne nuk kemi paqartësi. Kërkush nuk ka paqartësi. Problemi është a hecim dot, hapim dot qoftë 1 milimetër rrugë në këtë drejtim, në anën tjetër të fushës ku zhvillohet edhe ku ajo pjesa ka mbetur e ngrirë dhe pa lëvizur. A lëviz diçka? Kjo është çështja. Dhe kësaj arritjes të rezultatet, kjo ishte edhe qasja që dhe kryetari i parlamentit pati, pikërisht jo për të kompaktësuar, thash dhe njëherë tjetër, dhe të bunkerizuar opinionin e palës tjetër, sepse është një çështje duam apo s'duam bilaterale, por për të krijuar hapësira, spacio për të pas mundësi komunikuar, për të dialoguar, për të hapur, për të qartë dhe fal frymës së re që vjen nga një deklarim i komisionerit Han, të kemi mundësi të ecim përpara në këtë proces. Zoti Bunçi, nga juve si Parti Demokratike nuk pati ndonjë reagim zyrtar për përgjigjen që dha zoti Han. Megjithatë, kemi një reagim të zotit Selami. Gjithsesi jashtë këtyre, a ndjeni ju veten pjesë e fitores publikimit të kësaj çështje? Sepse keni qenë aleatë edhe përpara në qeveri. Absolutisht, dhe dëshiroj të bëj një historik të vogël. Gjithë shqiptarët ndjehen shumë mirë, ndjehen fitues, jo vetëm bitë e këtij komuniteti, përfaqësuesit politik, por jo vetëm politik, sepse janë bitë e komunitetit, por gjithë shqiptarët ndjehen që ka një avancim. Por unë dëshiroj të bëj disa shpjegime këtu. Dhe mendoj që janë lehtësisht verifikueshme. E para, komuniteti Çam ka bërë një rrugtim brenda Shqipërisë edhe në arenën ndërkombëtare. Rrugtimi i parë është brenda nesh. Ju e thatë në fillim të emisionit në vitet 90 mësuam çfarë është ky komunitet. Pse? Mbas katolikëve, që janë komuniteti më i përndjekur në Shqipëri, unë mendoj, tash të veshën ka ndarë kush ka vojtur më shumë mundet nuk është e drejtë, por është komuniteti Çam. Enver Hoxha e ka përndjekur mbas katolikëve, Çamët janë komuniteti më i përndjekur në Shqipëri, me njerëz burgosur, të tanuar, por më e rënda ishte i bërit ndiheshin minoritet brenda kombit. Çamët janë trajtuar si minoritet brenda kombit shqiptar. Dhe kjo u bë për një arsye, për të dhënë një mesazh, një arsye ishte e përgjithshme, trajtimi që i bëri gjithë shqiptarëve, kishte një arsye për të dhënë një mesazh grekëve, që unë dua marrëdhënie të mira me ju. Shi si po i trajtoj Çamët, të cilët kanë lënë tokat e tyre në Greqi. Kjo është trajtimi dhe ky komunitet në vitin 90 natyrshëm e pa veten te Partia Demokratike. Pra është një nga komunitetet më të djathta, më nacionaliste që ka Shqipëria. Jo për zotin Idrizi, nuk mund të Jo, thotë për zotin Idrizi. Fal, a mund të flasim Po. pa ndërprerje? Ka mund të flas, faleminderit. Patjetër, kur të vi rradha profesor mund të flisni dhe ju. Kjo është historia e këtij komuniteti politikisht. Një komunitet i përndjekur, pjesë e djathtës sepse ishte përndjekur nga komunistët, Vitet 92, që kur ishte në opozitë, 91, 92, 96, mendoj që janë vitet nga më të shkëlqyera të diplomacisë shqiptare. Pse nga më shkëlqyera? Ne nuk duhet të harrojmë si dolëm në 90-ën. Një disbalancë e madhe, Greqia, një vend e fuqishëm ekonomikisht, 1 milion shqiptarë emigrant, pra imagjino varësinë që ti krijon me këtë vend, ku 1 milion shqiptarë marrin bukën e gojës, ndihmojnë dhe familjet që janë në Shqipëri, antarë i NATO-s, antarë i BE-s, ne ishim të mirë. Pra në këto kushte kaq të dobta, zoti Idrisi e tha, Partia Demokratike arriti të ngushtonte këtë disbalancë që kishte krijuar trashëgimia historike e komunizmit ndaj fshinjit tonë. Dhe në vitin 96 u shënua traktati më i rëndësishëm i miqësisë, fshinjit Smir, ndërmjet dy vende që është baza për zgjidhjen e problemit. Pra, në një Shqipëri me kushte shumë vështira, me një varësi ekonomike, me një Greqi arrogante, që ishte arrogante tregoj dhe me Maqedoninë dhe me Bullgarinë dhe vende të tjera, Shqipëria arriti të kishte një traktat dhe të vendoste bazën e zgjidhjes së çështjes Çame. Çfarë solli dobësimin ishte 97 që përsëriti zoti Idrizi, varësinë e madhe që krijoi Shqipëria, por dhe qeveria e majt mas 97-s me grekët, sepse i ndihmuan të vinin në qeveri. Në 97-ën janë liruar kriminal nga bugjet greke. Për të ndihmuar KPD-n, kush u rrëzua në 97-ën? U rrëzua PD-ja dhe grekët dhanë një ndihmë me kriminalët që liruan në bugjet greke. Tani, përfundoj. Kjo administratë mas 97-s, pra kjo qeveri krijoi një varësi, e cila erdhi duke u dobësuar me fuqizimin e shtetit shqiptar. 2005-2013, antarësimi i Shqipërisë NATO, liberalizimi i vizave,
Shqipëria uli si i barabartë në organizatën më të rëndësishme të sigurisë. Liberalizimi i vizave, çfarë ishte forca e Greqisë? Viza, ku shqiptarët rrinin me radhë, me mira me marrë një vizë, pushtet i jashtëzakonshëm i vizës. Kjo ran 2010 kur u mor vendimi. Pra këto janë arritje të jashtëzakonshme. Dhe çështja Çame ka qenë pjesë e dosjes. Arkivat janë aty. Ka qenë që nga viti 91 dhe derisa ne kemi lënë qeverinë, ka qenë pjesë e dosjes. Është promovuar në BE. Unë mund të përmend shembuj, ne ishim në Aleancë, thash, Komiteti Çam është pjesë thelbësore e djathtës, kemi dalë bashkë në zgjedhjet 2009-ën, 2013-ën, patjetër çdo njeri është i lirë në lëvizjet politike janë normale. Kemi qenë në Aleancë, kanë drejtuar Ministrinë e Jashtme LSI-ja, zoti Panariti e ka ngritur në Athinë, dhe është përshëndetur nga zoti Drizi. Po edhe atëherë nuk ishte hero, se nuk ishte i pari që e ngrinte. Dhe nuk ishte as i fundit. Ka qenë nga vetëm që e kanë ngritur në mënyrë të drejtë për drejtë. E kanë ngritur gjithë. Kanë vetëm deklarata shtypin e kanë ngritur gjithë. Të lutem. Por po e them pra që nuk është pra këtu, nuk kemi një histori të re. Çfarë duhet të them tani? Vite te problemi. Ne kemi një qeveri. Tu nuk është çështja, unë absolutisht tani janë të dy në pjesë e maxhorancës dhe unë nuk kam pse të futem në këtë debat, se nuk është ky debati. Debati është me s'kemi një debat. Mi pra njëri këtë debat. Absolutisht pra unë po them qëndrimi. Problemi është me Edi Ramën dhe me Ditmir Bushatin. Qëndrimi i PS-s këto 3 vite. Dhe unë do ndalim shkurtimisht. A deklaruam këto strategjia, platforma e zero probleme me fshinjet. A e njihnin dosjen dy palçe? Zoti Rama me zotin Bushati? A kanë pas ish ministra në grupin e tyre parlamentar? Po. Disa ish ministra. Po si mund thuash zero probleme me grekët? Çështja Çame nuk e njifte zoti Bushati me zotin Rama? Ishte e zgjidhur? Atëherë si mund thuash zero probleme me fshinjet? Do ta bëjmë zero. Jo, zero. Do ta bëjmë zero, po rrit. Profesor Kul Virradha flit. Po jo, po. Zero probleme me fshinjet, nuk i njifshin problemet. Po Gozhda që duhen shkolur që në fillim i ke. Dakor. E para, pa dituri e madhe. Sepse tregonte sikur i kishte PD-ja problemet, vimne dhe s'ka probleme. Çështja e dytë. Than kemi 3 aleat strategjik. Italin po, se kishim deklaruar dhe me vendim. Italia është ekonomia e tretë në Eurozonë, një vend i fuqishëm, s'kemi probleme, isha aleat strategjik. Than dhe 2 tjerë, Greqia dhe Turqia. Një gabim i rëndë, sepse ne, pse se kam bërë administratën më pashme këtë gabim për të fillu për të numëru aleatët. Greqia sigurisht sonë më përpara, mos gabon. Po dhe Italia se bët ju, e bëri zoti Milo. Jo, e bëm ne dhe ka vendim Parlamenti Shqiptar, që është miratuar në kohën e qeverisë Berisha. Se është e vërtet. Po edhe historianët dhe nuk e dimi referencat. Tani, e dyta, të lutem. Po Gjermania nuk mund të jetë aleat strategjik. Qeveria Meta. A është Gjermania aleat strategjike jonë? Do ta dish. Pra gabimet e kësaj qeverie që nisi bën Greqinë, por nëse ke këto probleme të mbartura, si e bën aleat strategjik? Vend i rëndësishëm, jashtëzakonisht i rëndësishëm. Shtëpi e 700.000 shqiptarëve. Partneri ka lëvizur një herë, i dyti, i treti, 500.000, ta ulim, 500 janë. Kanë rënë, po. Se arrisin vlerat. Po ato që shkojnë sezonal gjatë derës. Jo se tha 1 milion fillim, ë? Mbani mend. Në vitet 90 kanë qenë 1 milion. Absolutisht po në vitet 90. Se ka thënë asnjë ministër i jashtëm grek, po e dëgjoj nga një ish ministër i jashtëm. Investitor i rëndësishëm. Pra, një partner i rëndësishëm e kanë thënë gjithë dhe gjithë bien dakord. Por partner strategjik se ka thënë njëri se ketë mbartura. Pra, zero probleme nga një anë partner strategjik. Çfarë ke zgjidhur me partnerin strategjik në 3 vite? Cili është avancimi real që ke bërë ti? Jo fjalë. Dhe unë mund të them që në këto 3 vite marrëdhëniet e Shqipërisë me Greqinë janë të ngrira. 0 përparime. Ndaj çdo çështje, nuk ka asnjë avancim. Zoti Idriz është në drejtën e tij, partia e tij që ta ngrit zërin, të bëj presion të gjithë spektrit politik, dhe ky komunitet i trajtuar si minoritet brenda kombit, sot ka partinë e vet, që unë mendoj i përket si frym të djathtës, për shkak të shikimisë këtij komuniteti. Kjo parti sot i ushtron presion të gjithë, lutem përfundoj. I ushtron presion gjithë spektrit politik dhe është një presion pozitiv. Dhe duhet ngrihen zërin çdo moment. Por çfarë ka arritur Rama me Bushatin? Kjo është pyetja në 3 vjet. Nuk është çështja një vizitë. Në 3 vjet dhe Zoti Bunçi, ju keni qenë ministër i jashtëm dhe e dini që diplomacia jo gjithmonë i publikon ato që thon. Dhe unë mendoj që ndoshta arritja në këtë pikë është edhe merit e kësaj qeverie. Jo, aty do vi. Nuk e dia do kem për soliditetin e fjalës brenda çështjes greke, që po diskutojmë marrëdhënie shqiptare greke. Po na e le edhe ne të tjerëve do ta japim, ose nuk e po. Po do kem për soliditetin për të lënë do edhe gjithë panelit. Zotin Milo. Do t'jap të përgjigje për zotin. Okej.
Jo, të lutem sepse që mos ftohet debati. Do ta marrëm dhe nuk do e shloj deri në fund pjesës. Jo, atëherë ke të drejtën sepse ke fest. Zoti Bunqi përmendi pjesën mbas 97-s. Ka qenë në agjendën, ju keni qenë ministër i jashtëm në atë kohë, ka qenë në agjendën tuaj çështja Çame? Patjetër që ka qenë në agjendë, dhe këtë nuk është ere parë që po e them këtu, por e kemi thënë dhe herë të tjera, jo vetëm unë, por edhe shumë antarë të tjerë të qeverisë në atë kohë, përfshirë dhe kryeministër. Ka patur vizita zyrtare në Greqi, ku është artikuluar çështja Çame dhe është kërkuar që të zgjidhet. Dhe ka patur dhe jehon në median qoftë shqiptare, qoftë dhe në atë greke. Veç në rast se ka njerëz që e kanë kujtesën e shkurtër dhe për këtë nuk është faji dhe përgjegjësia jonë, kjo është çështje tjetër. Pra, në qoftë se do të flasim për çështje Çame në marrëdhënien shqiptaro-greke, ajo ka qenë vazhdimisht e pranishme. Ajo çfarë mund të themi sot është intensiteti i diskutimit saj dhe ritmi nga ana e qeverive shqiptare në artikulimin e kësaj çështje në marrëdhëniet me qeveritë greke. Ajo çka unë duhet të rikujtoj teleshikuesve, po edhe panelit të nderuar këtu, është që në janar të vitit 1991, me vizitën e kryeministrit grek Mitsotakis, autoritetet shtetërore shqiptare në atë kohë dhe në radhë të parë presidenti i Republikës i asaj kohe, Ramiz Alia, e ka ngritur zyrtarisht këtë çështje. Dokumentat ekzistojnë, kujtimet e njerëzve zyrtar të kohës ekzistojnë, prandaj duhet të kemi parasysh që të jemi të sinqert, po edhe të ndershëm në marrëdhëniet me historinë dhe kontributet. Historia e çështjes Çame nuk fillon as pas viteve 90, por ajo ka qenë që kur është krijuar si çështje, që në vitin 1945, unë gjej rastin si historian të drejtohem njerëzve që nuk e njohin çështjen, që vetëm të shfletojnë gazetën Bashkimi të viteve 1945-1948 për të parë reagimet zyrtare të qeverisë asaj kohe, peticionet dhe mitingjet e mëdha popullore që beshin në gjitha qytetet e Shqipërisë, kongreset e popullit Çam. E vërteta është që në vitet e fundit u shua pak. Le të themi nga vitet 70 deri në 90 pastaj është tjetër gjë konjunkturat. Konjunkturat politike që u krijuan në Shqipëri e bën që kjo çështje të zbehet. Por në planin e brendshëm diplomatik shqiptar, ajo çështje ka ekzistuar gjithnjë. Mjafton t'ju them që në arkivin e Ministrisë Punëve të Jashtme ka aty nga fillimi i viteve 80, fundi i viteve 70, fillimi i viteve 80, ka një studim shumë të gjerë në lidhje me çështjen Çame dhe me hapat që duhet të hidhte qeveria shqiptare në marrëdhëniet me Greqinë për të mbrojtur çështjen Çame dhe çështjen e pasurive. Madje atje thuhesh, kishte edhe një shprehje të veçantë, po nuk është vendi për të bërë debate për historinë, po le të vim tek aktualiteti sot. Ne si qeveri në atë kohë nuk duhet të flasë. Unë kam qenë ministri i jashtëm nga 97 deri në 2001. Dhe kam qenë në qeverit kryesuar nga Fatos Nano, nga Pandeli Majko dhe Ilir Meta. E keni quar juve diskutim në takimet që keni pasur me Greqin? Po patjetër që e kemi quar. Edhe përveç diskutimeve zyrtare, kemi pas dhe diskutimet të karakterit konfidencial, ku janë trajtuar çështja Çame është trajtuar deri në detaje. Bisedime këto të cilat një ditë do të dalin, sepse janë shumë konfidenciale dhe implikojnë një numër njerëzish. Vetë kam qenë pranishëm në vizitën e zotit Meta në vitin 1999 dhe nuk mund të thuhet që ka qenë zoti Meta, po s'ka qenë ministri i jashtëm. Ministri i jashtëm ka qenë në krah të zotit Meta, qoftë në bisedimet zyrtare, qoftë në konferencën e famshme të Shtypit, që u mbajt aty. Dhe ka qenë i pranishëm dhe në tryezën e Drekës, ku vazhdoi debati dhe diskutimi për çështjen Çame.
Por këto janë detaje të cilat duhet t'ju them, edhe kolegëve këtan, duhet t'ju them që çështja Çame ka ekzistuar gjithmonë në agjendë. Tani, problemi vjen që jemi në një fazë të re, dhe kjo është më e rëndësishme. Jemi në një fazë dhe duhet të dim tani që në këtë fazë të re, çështjen Çame të mos e kthejmë në një çështje të brendshme politike, se kjo është fatkeqësia e politikës shqiptare. Konsumojmë energjitë tona, argumentet tona për të luftuar njëri tjetrin në fushën e politikës brendshme dhe e bëjmë çështje, pse jo, edhe të karakterit elektoral. Kjo u theksua sot dhe nga zoti Idrizi, po çështjen nga zoti Çame, Meta. ne duhet ta shohim e para në një mënyrë konsensuale, të gjejmë një platformë kombëtare kur t'i adresohemi çështjes, dhe këtu është mirë që parlamentit mos kthehet në arenë debatesh dhe akuzash reciproke, sepse kjo nuk e ndihmon as edhe çështjen Çame, por me urtësi të mund të gjejmë një platformë sa më konsensuale që të artikulohemi të gjithë njësoj në debatin që kemi dhe diskutimet që kemi me qeverinë greke, dhe të artikulohemi të gjithë njësoj edhe në raport me partnerët tanë ndërkombëtar, duke përfshirë këtu edhe Bashkimin Evropian. Kjo është e rëndësishme. Kjo do ta bënte politikën shqiptare shumë konstruktive dhe dobishme, se sa të jedhim gur njëri tjetrit për një çështje për cilën jemi të gjithë dakord, po duhet të gjejmë mënyrën dhe mjetet më të përshtatshme për ta adresuar atë. Ju faleminderit profesor. Profesor Xhufi ju kërkoi ndjesë, kemi një ndërprerje publicitare, natyrisht i dham fjalën më tepër zotit Idrizi, sepse është njeriu i ditës. E mori zoti Bunç. Dhe U dha marr mas zotit Xhufi. mbas publicitetit. Rikthehemi prap, do ndaljem prap me juve zoti Idrizi, meqense jeni miku i nderit. Patjetër. Ka mika edhe më. Jo, profesorin do ta pyes për një diçka më tepër, sidomos që ka lidhje me qeverinë aktuale greke dhe çështjen Çame. Po si e shikoni, ka disa që përpiqen ta relativizojnë, ka zëra që përpiqen ta relativizojnë, ta gjithë këtë stuhi që u qua brenda në Komisionin Evropian, si një përgjigje të thjeshtë që hani dha, shikoni edhe çështjen Çame. Faktikisht, si është e vërteta? Praktikisht potencime apo futja e çështjes Çame në diskursin politik të Brukselit është një avancim shumë i madh për çështjes Çame, sepse ne gjithë e dimë që sa reflektar ka qenë pala greke intimiduar, do thoja, dhe pala shqiptare herë që sa herë që bëjnë një takim, po të flisë për çështjen Çame, gjë e parë që thonë do ikim nga tavolina, siç ikën edhe në rastin e zotit Mojsiu. Dhe po e përsëris prap. Potencime nga komisioneri Han i çështjeve kryesore për të dialoguar ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë, ku çështja për cilën ne po flasim, çështja Çame, është një ndër dokumentat dhe pikat më të rëndësishme të këtij diskutimi, është absolutisht një hap shumë i madh përpara, sepse çështja Çame nuk është më thjesht vetëm ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë, po është në mënyrë të arsyetuar tek partnerët tanë. Pse? Sepse ne jemi vend kandidat i Bashkimit Evropian, vend që aspirojmë atje dhe jemi vazhdimisht në komunikim të vazhdueshëm për të gjithë problematikat që ne kemi. Mos harrojmë që ne jemi vend antar i NATO-s. Dhe kjo sinergji ne me Greqinë nuk jetojmë në ishull. Jam kundër gjithë atyre që thonë që shikojmë se po zgjidhë Greqia ç'do bëjmë ne. Ne jetojmë në një botë globale ku ka parametra standarde të obligueshme, siç përmenda konventat pak më përpara. Dhe adresimi i komisionerit Han, riforcimi nga zëdhënësja e Bashkimit Evropian është një hap shumë i rëndësishëm që çështja Çame jo thjesht dhe vetëm të jetë një çështje e njohur dhe e thënë, por të jetë një çështje që dialogohet në tryezat e Brukselit. Nëse ne do flasim për avancimin e çështjes Çame, nuk dua t'i ndaj kush ka pas më shumë të majtët apo të djathtë, gjithsekush ka dhënë kontributin e vet dhe nuk kam unë në rasti për të bërë një analizë tillë. Mua më vjen shumë mirë që sot në dokumentat zyrtare të shtetit shqiptar, sot është i majt, nesër do jetë i djathtë, pas nesër do jetë prapë i majt e kështu me radhë, çështja Çame është e lidhur me ligjin e luftës. Deri para disa viteve, tani unë kam dalë vetëm për studio, bazë me zotin Xhufi dhe nxirnim një letër që ligji i luftës është në fuqi dhe asnjë flisën se bëj fjalë që flisën për luftën hënë. Ndërkohë që sot kemi një artikulim të qartë të presidentit të Republikës për domosdoshmërinë e heqjes ligjit të luftës dhe afektimin që ka për çështjet pronësore,
të kryeministrit, ministrit të jashtëm, kryetarit të opozitës dhe gjithë me radhë. Tjetra, nuk jam fare dakord dhe refuzoj. Çështja Çame nuk është çështje pronësh. E si e tillë nuk mund të jetë dot problem i traktatit miqësisë midis Shqipërisë dhe Greqisë, e cila vitin tjetër mos gabohen del edhe nga fuqia dhe paralizuar asnjë. Dhe pikërisht këtë që do të thënë, më thot na njëri për 20 vjet se për çfarë ka funksionuar për palën shqiptare ky traktat miqësie, e të jap me 10 raste që ka funksionuar vetëm për palën greke. Çështja Çame sot ka standardin e asaj që ne kemi thënë me kohë. Është çështje e drejtave të njeriut me gjithë elementet e saj. Riadecimin, pronën, lëvizjen, por ky është i hap shumë i madh përpara sepse ne duhet të konfigurojmë pikën që çfarë kërkojmë ne, jo Çamet, jo çfarë kërkon sepse Çamëria në fund fare tani unë jam shumë vërtetësi para dy historianëve të nderuar, po në këndvështrimin tim historia e Çamërisë ka filluar që në vitin 1878. Çamëria e Jugut ka qenë pjesë e lidhjes së Prizrenit, ka qenë lidhja e Jugut. Çamet kanë luftuar shqiptarët e Çamërisë me Abdyl Frashin, ka luftuar nga viti 1878 deri në 13-ën. Dhe nuk fillon çështja Çame në vitin 1945. Nëse ne do t'i referohemi këtu, unë jam dërtuar zotit Bushati, cilët gjej rastin ta falenderoj publikisht. Unë jam dërtuar zotit Bushati me kritika para disa kohësh. Pikërisht për i qëndrim ndoshta ambik në vizita në Athinë. Unë nuk e di, a janë ato sallat e zyrat e mëdhaja aty kur i takojnë këta në Athinë që rrudhen këta që shkojnë e bëjnë vizitë, ose nuk marrin pesha të rënda me vete që t'i mbajnë në ekuilibër. Kjo është totalisht një çështje tjetër, por unë kam qenë kritik edhe ka zotit Bushatit, sa herë që nuk jam bajt qëndrime, do thoja, me kohezion për çështjen Çame. Tani, nëse ne do ta shohim zgjidhjen e çështjes Çame, thjesht dhe vetëm si retorik, për ne kjo është pamjaftueshme. Por sot ne kemi një standard të tillë. Gjithë forcat politike jam dakord. Nuk heqja si presë që ka bërë qeveritë demokratike. Unë nuk njoh të ma thot në njone që në një program qeveritar, njoh, me aq sa ka mund dieni, në program qeveritar, jo në program e forcave politike, unë njoh këtë majorancë. Për herë të parë, ju jeni ministrat jashtëm, mund të ma thoni dhe unë jam plotësisht dakord me gjithë. Shteti shqiptar, po e përsëris prapë, ka dokumenta zyrtare të futur në dosjen diplomatike të marrëdhënie midis dy vendeve tona, se kush janë prioritetet e këtyre marrëdhënieve, edhe prioritetet ndryshojnë. Për shembull, para ca kohësh ishte marrëveshja me Detin, sot ka ra marrëveshja me Detin nga gjykata kushtetuese dhe do hapet një rrugë tjetër. Kur jam dërsuar zotit Bushatin në parlament, i kam thënë, nëse ti zotëri do të frymëzohesh, dhe kam përdor rastin, ktheu ministrave të jashtëm apo të qendrimit të mbretit Zog apo të Fanolit. Besoj që Shqipëria sotme nuk është më e dobët se sa mbreti Zog, dhe kam parasysh tu Raul Ficon me Difrashin, Fanolin në Gjenevë, në lidhjen e kombeve, nga këta profesorët i kam mësuar me Difrashin. Edhe Mitat Frashi. Po. Që kanë bajt qëndrime brillante kombëtare. Pse? Çamëria nuk është as shpëtimi i Drizit as Çam. Çamëria është sakrifiku që ne të kemi këtë Shqipëri politike që kemi sot, siç u sakrifiku dhe Kosova. Dhe kjo do të na bëjë në një sinergji që ne të shohim se si do shkojmë drejt kësaj rruge. Sot, për herë të parë, unë shoh, dhe kjo është meriti të gjithë forcave politike sepse e kanë përshëndetur, qeveria shqiptare apo ministri jon i jashtëm ka sa herë që ulet në tryezën e bisedime, pa ekuivok, pa i thonë njerit që lejat e sallën se po folën për çështjen Çame, nuk do ikim nga tryeza, ka udhur piketat me cilët shteti shqiptar duhet që dialogojë dhe ne jemi plotësisht dakord me këtë gjë. Çështja e Dedit, çështja e ligjit luftës. Ne po flasim me Greqinë për çfarë të duash ti, ndërkohë që ne kemi ligj lufte, padyshim që është një prioritet absolut. Çështja Çame, marrëveshja e Dedit dhe shumë probleme tjera që janë shumë ndjeshme. Problemet e sigurisë shoqërore janë 600.000, 700.000, nuk e di mirë se sa janë. Ata kanë 25 vjet që kontribuojnë në sistemin e sigurisë shoqërore të Greqisë dhe riskojnë që kur të kthehen në Shqipëri mos marrin pensione. Janë probleme shumë të mëdha. Padyshim që unë kam dëgjuar dhe unë jam i këtij mendimi që kam falenderuar shumë fort Greqinë për mbështetjen që na ka dhënë në avancimin tonë. Zotëri, ka qenë për të ardhur keq deri para disa vjetësh, kur tashmë Greqia u bë e pabesueshme. Si rregull, reporterët e Bashkimit Evropian kanë qenë si rregull grek. Pra ata deklaronin aty dhe në dijenin time gjithmonë i fundit që ka ratifikuar
apo ka dhënë viston për çdo progres që ka bërë Shqipëria, është shteti grek. Dhe këto janë shumë të rëndësishme që ne t'i themi sot. Padyshim që t'i them një gjë që unë e harrova, nuk doja të bëja kronologji, absolutisht që zoti Meta në cilësinë e kryeministit bashkë me zotin Pascal Milo, që është normale, si ministri i jashtëm, madje ministri i jashtëm i bën gati edhe piketat, ka ngritë çështjen Çame në Athinë. Absolutisht jam mirënjohës publikisht, paktën në një kohë shumë të vonë, se 99-a është 18 vjet përpara, zotit Panariti. Absolutisht jam shumë mirënjohës. Unë ndoshta për shkak të moshës ose nuk e di për çfarë, ndoshta atëherë ka pas vetëm i televizion publik, unë zotin Panariti ja kam parë në Athinë në mënyrë të drejtë për drejtë, me zë, me figurë, me sinkron, se shumë herë nuk i shohim me sinkron, po i shohim me deklarata, dhe unë jam pa dyshim shumë mirënjohës. Praktikisht, për hir të edhe këtyre dyve që thash, kësaj radhe, unë kam qenë një ndër kritikusit e qëndrimit zotit Meta, më zhdukur edhe për shkak se e njoh, e di edhe vokacionin e LSI-s, padyshim edhe mbështetjen që ka dhënë për çështjen Çame, edhe në aktivitetin që ne kemi bërë, për mua, megjithëse zoti Meta e bëri sot një sqarim në Kuvendin e Shqipërisë, qëndrimi i këtij zotit Meta si kryeministër të LSI-s deri tani kontrastonte në një farë mënyrë në syt e PDU-s me qëndrimin që zoti Meta mbajti. Ndoshta tjetër janë thonë brenda dhe tjetër arrit që transmetohen nëpër mediat e Shqipërisë. Unë jam këtu pikërisht për potencuar ato gjëra që janë shumë të rëndësishme për ne. Praktikisht gjua e përdorur ka qenë e pamjaftueshme, të paktën për çështjen Çame. Absolutisht dialogu midis dy vendeve tona është shumë i rëndësishëm. Dhe padyshim që vetëm akselerimi, dialogu, gjetja e gjithë mënyrave që ne t'i relaksojmë marrëdhëniet dhe të gjejmë një zgjidhje, do të ishin padyshim rruga më e mirë. Por unë mendoj që ka ca gjëra të detyruara nga rezoluta, nga vokacioni i vet, që për mua zoti Meta duhet të ishte më i qartë, të paktën po flas për çështjen Çame. Dhe ajo që ja kam thënë sot në Parlamentin e Shqipërisë, ka qenë fakti që jam plotësisht dakord që ne do të kurojmë të shkuarën, po padyshim do të shohim nga e ardhmja. Po besoj që çështjet shqiptare të çamërisë nuk janë çështje të shkuarës. As si çështje lëvizjes njerëzish, as si çështje genocidesh, as si çështje pronash, janë çështje aktuale. Dhe zotin Meta, unë kam parë dhe në natyrën e tij që të eksploronte gjithë hapësirat që midis dy vendeve tona të gjenim gjuhën e dialogut dhe duhet tentojmë në këtë rrugë, por padyshim që nuk u ndjeva mirë kur presidenti i Greqisë, ndoshta do të them që e prem bezë zoti Meta në këtë pikë. Pra zoti Meta fliste me gjuhë tolerance dhe bashkëpunimi dhe fliste që mos prekim plagët e të kaluarës dhe në mënyrë të beftë presidenti i Greqisë i kujtonte çështjen e Varreza. Tjetra, në vigjilje, kam edhe gjë, s'kemi kohë, se po i thet tëra shpime ike, pastaj i bie gjë plasë këtu kam edhe gjë tjetër. Të fundet po shpat dardar ikon edhe kjo pastaj besoj që tjetra që më ka bërë përshtypje dhe mbylla zoti Vasili, nuk i kam dashur keq, kam dashur mirëse. Jam mundësi të bëjmë një dialog, padyshim. Ishte që më bëri shumë përshtypje. M'fal, do të dialogojmë me Greqinë për çështjen Çame, për gjithë ato që gjithë forcat politike jemi dakord. Në darkën, në vigjiljen e vizitës zotit Meta, zoti Han, na darkën, bile një darkë përpara, ne gjithë e pam dhe u njoftuam nga shtypi, unë kam pa dhe letrën, i çoj një letër komisionerit Han ku e shpallte armik. Ndërkohë që të nesmen zoti Meta do të ishte aty, do të them këtë gjë, që pala greke nuk ishte aq e prirur dhe aq e gatshme për ta prit zotin Meta me këtë lloj dashamirësie. Sepse një natë më parë e bën armik popullin komisionerin Han, sepse kishte përmend çështjen Çame, dhe ndërkohë e vendosnin në një presion dhe në një trysni edhe delegacionin e parlamentit. U dorëzua zoti Meta atëherë? Unë besoj që unë mendova që asnjë gjë naive se pashët e sinkronin. Unë jam drejtuar zotit Meta para se të fillonte vizitën, besim plot, duke kthy përgjigje zotit Kocias, besim plot që zoti Meta bashkë me delegacionin ta ndajmë do ta bashkë me këtë tavolinë. Jo që ta mbarojmë këtë pjesën time, pastaj kemi përderisa ndajmë ndjeshmëritë të përbashkët për këtë çështje. Unë besoj që përfaqësimi politik ka vlerën që ka, po ka dhe kufizimet e saj, sepse është një çështje që do ta ndajmë bashkë. Nuk është çështje më vetëm e shpëtimit të Idrisit,
për sa kohë që nuk është çështje gjithëve neve. Po që çështje vetëm e PD-s dhe shpëtimit të rizit është një çështje e vogël. Po që çështja gjithë jona është e bashkë, është e madhe. Edhe unë në emër të kësaj them. Spari, edhe ta mbyll shumë shpejt, nuk dua fare, pak minuta më mjaftojnë. Spari, atmosfera që ti përshkrove nuk ishte më e mira, në momentin kur ndodhte vizita. Absolutisht. Sigurisht. Dhe unë besoj që qasja e Zotit Meta ishte një qasje e cila e lejon të flitej mëtej për këtë çështje, në momentin kur në krahun tjetër kishte një armatosje politike për të mos folur për çështjen, këtë nuk mund ta mohojmë dot absolutisht. Dhe pse si komunikohet diplomaci, mund të korrigjoj plot zoti Mile, zoti Bumçi, me që kanë ushtruar ato funksione. Dhe në momentin që cila ndodhte, qasja e vetme logjike, e cila e lë këtë proces komunikimi politik hapur, ishte që të vazhdoj të flitet për këtë çështje. Dhe zoti Meta bëri një sqarim shterus për mua në kuvend, por i marr 2-3 momente. Përdora tha një gjuhë diplomatike për të thënë që kishim qasje të ndryshme, ndërkohë që kisha mendimin e plot kemi qasje të kundërta, sepse të kundërta e kemi qasje. Qasja jonë për këtë çështje është e kundërt me qasjen e tyre. Por jemi të detyruar të bashkëpunojmë në të gjitha llojet e mundësive. Të gjitha llojet se si shtrohet çështja është shumë e thjeshtë. Ne ky proces me Trusninë Europiane me gjitha po kalon nga një dialog apo një komunikim në mes dy vendeve. Kjo është e pa evitueshme, e pa mohueshme, jashtë realiteti, jemi në realitet jashtë toksor. Spari. Së dyti, zoti Meta është i detyruar, sikurse çdo ministër jashtëm, kur vete, dhe çdo kryetar parlamenti apo kryeministër, apo çdo personalitet i lartë që mendon të përfaqësojë shtetin tonë atje, të dëgjoj pavarësisht nga çfarë opinioni ndan, edhe çfarë thot pala tjetër. Nëse ne do themi, unë nuk dua të dëgjoj këtë lloj gjëje që ti më shtron tavolinë, po ti dëgjoj timen, ne vërtet jemi mirë në qasjen tonë, edhe kombëtare, po dhe patriotike. Por nuk kemi mundësi të dëgjojmë nga tjerët. Kështu që do të dëgjojmë aq sa mund të dëgjohet nga tjerët, do reflektojmë sa mund të reflektojmë nga tjerët, që të kemi mundësi të kemi një reflektim jo të barabartë, se çështja është e pa barabartë, çështja çam është çështje e madhe, por duke dhënë të kuptoj që ne nuk kemi tabu, rrëzoni dhe ju pala greke tabut tuaja lidhur me këtë çështje. Dhe unë mendoj që në këtë Ballkan, duam apo s'duam ne, të mbarshur me mosbesime të mëdha, të mbarshur me mëritë të shkuarës dhe mëritë të ricikluara të tashmes. S'mund të jetojmë jashtë këtij konteksti. Nëse ne përfitojmë një Ballkan i cili është steril, i cili është tërësisht europianizuar, i cili vepron mbi norma diplomatike, komunikative, historike që i ngjajnë perëndimet, besoj që nuk kemi realitetin konkret të gjërave. Thënë gjithë kjo, qasja vetme është hapje ura komunikimi dhe rrëzim fortifikatash dhe tabush. Sa më shumë tabu rrëzojmë, aq më shumë hapim rrugë komunikimi. Unë do të pyesja, ju thoni me shumë drejtë. Ka shumë biseda të cilat bëhen jashtë syve të kamerave. Besoj që shumë biseda dhe përpara se zoti Han të bënte atë komunikim janë bërë jashtë syve të kamerave. Është kështu? Po. Dhe pikërisht u ngjiz një qëndrim që erdhi në kohën e dur. Ka pasur mjaft biseda, të cilat ishin të karakterit konfidencial, dhe të cilat bëhen sigurisht kokë në kokë, pikërisht në emër të kësaj çështje, të cilën sigurisht ky personalitet politik siç është Ilir Meta e ka pasur për zëmër, është kritikuar ndonjëherë edhe për ekstremizmin e fortë për të ruajtur kësaj çështje. Konstantja ka qenë jo për qëllime politike, as qëllime elektorale, ka qenë një qasje në kuptimin mirë të fjalës patriotike, dhe këtu ka qenë shumë konstant, dhe rasti konkret për të ruajtur urat e komunikimit në një moment jo pozitiv të vizitës, se nuk e zgjedh dot momentin se kur ndodh një vizitë, absolutisht jo, ishte qasje për të lënë një klim e cila vazhdon të ruaj mirë kuptim dhe zbejen e mosbesimeve, sepse gjithë çështja është mosbesim, bizantinizëm ballkanik, rikrijimi i çështjeve artificiale për të mundur një çështje madhore siç është kjo, dhe këto është pastaj të biesh në grackat e një pasnjëshme, të cilat mund t'i krijojë pala tjetër. Dhe duke pasur parasysh një eksperiencë shumë gjatë e politike edhe të këtyre çështjeve të Ilir Metës, mendoj që ishte pikërisht qasje e dur, dhe unë shpëtim ta them sinqerisht nuk e ndaj absolutisht mendimin një lloj si ti, jo sepse më pëlqen as më pëlqen. Është normale që ta kemi të ndryshme këtë rast. Por unë
Jo, unë kam një gjë, sepse nuk të marrë më kohë, jo, do të një fjali, le më të mbaroj dhe... Sepse vërtet mund të punu me zotin Hana underground, po e tha zoti Hana, tash pres kur bëhet si zoti Hana, zoti Meta tani. Por duhet të them të gjë, që tam nuk të marrë. Ndërkohë që e ka thonë që 99, do s'ka prit. Sekonde fundit, të marrë. Problemi është i tillë. Në fund të gjës, na duhet një gjë të gjithëve bashkë. Aldos, mua, Dritanit, profesorëve edhe ty. Çfarë rezultati fitojmë? Sa çajm në atë front të bukerizuar, me të gjitha mjetët që kërkon diplomacia. Do për unjësi, do modesti, do fort, me të gjitha llojet e instrumenteve. Problemi është në fund të gjës, në urimin tavolinë do themi, sa avancoi kjo çështje në mënyrë në terma konkret? Duam apo s'duam? Jemi dakord të kjo çështje? Jo, jam plotësisht dakord me ju, do shtoj vetëm po spatëm, jo, nëse edhe mas 16 vizitave që ka bërë ministri i jashtëm, shumë mirë ka bërë dhe i lutem. Tani unë nuk e kam për zotin Meta. Do jemi po në njëjtën fazë, do themi kemi sensibilizim maksimal. Kam një gjë tjetër për përqendrim. Lutem. Dhe në këtë pikë besoj që jemi dakord. Nuk kam asnjë gjë për këto që në sensin thjesht unë do të dëshiroj që ta shifja në amplitudë tjetër dhe këtu mund të jetë diferencë. Tani do shmangin dhe emocionaliteti. Ë? Se profesioni i profesor Milos edhe profesor Xhufit kur kanë shërbyer ato detyra, sigurisht emocioni se kam më të mirë apo jo. Shiko, pikërisht edhe kjo çështje e emocionit na ngatron. Kam dëgjuar sot, unë kam ditë, Tahir Muedini. Gjithë e njihni. Për herë të parë ka treguar sot që ka 28 veta të vrarë në shtëpinë e vet. Dhe unë e di shumë mirë që masakra në Çamrim me 27 qershor ka filluar në shtëpinë e tij. Padyshim që ne jemi të ngarkuar emocionalisht. Dhe për këtë arsye nuk mund të bëjmë dot budën apo të shohim na një që bën sigur nuk i shes sepse kemi ngarkesa. Tani, sot ai i tha parlamentarëve shqiptarë, unë tha, do t'i drejtohem, do të shkoj ke varret e 139 deputetëve tjerë ku keni gjyshët ju që t'i nderoj edhe. Do i jam shumë rinjohës, gjose njëri për jush, do vi dhe të bëj këtë gjë, tjetë një gjë për gjyshin tim. Dhe tha një fjalë që mua me thonë derdhën pregu, nuk keni për ta gjetë varrin e gjyshit tim. Po me që nuk i çoni dot një tufë me lule, të paktën për mundi hapur Çamrin. Tani ne kemi padyshim gjëra sensitivitet shumë të madh ndoshta se sa pjesa tjetër. Dhe padyshim që unë jam shumë i lumtur kur e thotë Ilir Meta, Sali Berisha mbajti sot një fjalë në Parlamentin e Shqipërisë edhe për çështjen Çame, sepse me thon drejtën nuk e kam parë gjithë këtë kohë Partinë Demokratike të thotë as i gjys fjalë, por vazhdon të jetë Sali Berisha politikani më i fortë edhe më në real time, do thoja, tek Partia Demokratike. Tani, më shtroni faktin se këtë dua dhe kam për gjithë panelin. Nuk do Greqia që do bëjmë ne. E para herë, faleminderit Zotit, që ne kuptuam, që gjithë bashk, ne du të kemi një qëndrim i cili është kthyer nga qëndrim i komunitetit Çam të forcave politike në qëndrim zyrtar. Dhe Greqia është e detyruar që të ulet. Sepse nëse ulet midis nesh, ka. Tani po të vi se e shoh që koha, do të them vetëm një gjë. Për ligjin e luftës. E kam përsërit dhe do ta bëj edhe në Parlamentin e Shqipërisë, do ta bëj edhe vetë si nënkryetari i kuvendit. Çfarë do thotë që Greqia një herë thotë nuk e kemi ligjin, një herë e kemi. Do ta heq sot po s'du, do ta heq pas nesër po të shoh, apo do bëjmë një traktat tjetër misie. Unë zoti Vasili kam një zgjidhje totalisht tjetër që buron nga i dokumenti i Parlamentit të Shqipërisë. Një dokument i Parlamentit të Shqipërisë që quhet Rezoluta e Shqiptarëve të Çamrisë obligon qeverinë shqiptare që çështjen e ligjit luftës dhe çështjen Çame t'i adresojë partnerëve tanë. Po të njëjtën qëndrim jemi se rezoluta kemi votuar bashkë. Jo, nuk e kam me ju unë, jo. Jemi totalisht të një mendje. Padyshim, nuk edhe pa e hequr këtë pengesë. Nuk e kisha këtu se mbanen ta vojë që ta them. Dhe që do të thotë qeveria shqiptare çfarë duhet bëj mbase rezolutës? Për ligjin e luftës, që nuk do Greqia apo herë thotë do ta heq, do ta heq. Të shkojë zotëri të nderuar, e kam për gjithë bashkë, edhe për të rishikuesit në ministerialin e NATO-s. Nuk jetojmë ne në një botë premti me çka ka qenë ai tjetri, nishull. Ne jemi vend i integruar. Shkojnë në ministerialin e NATO-s, ku ne jemi antar të NATO-s të gjithë dhe të thotë natyrisht, or zotëri NATO-s, un kam një ligj lufte me këtë shtetin, të cilët ne dy jemi antar. Kjo nuk shkon. Neni kapitulli 5 i NATO-s thotë që nëse një vend sulmohet do hyjë gjithë NATO në luftë. Tani për këtë do hyjë NATO. Do hyjë për Shqipërinë apo do hyjë për Greqinë. Dhe kjo nuk është më problem, ne po ja fshehim dhe NATO-s këtë gjë. Ne jemi dy antarë të NATO-s që kemi ligj lufte. Shumë mirë, qeveria shqiptare, ministra e mbrojtjes së para, në mbledhjen e radhës të ministrit të NATO-s, të i thotë dhe mos ja fshehim më partnerëve tanë që ne kemi një ligj lufte
Dhe ja pra që nuk është mo problem i dëshirës apo jo midis Shqipërisë dhe Greqisë. Për çështjen Çame, absolutisht që ne kemi nevojë për gjithë historian, folklor, njerëz gjyqtar që ta njohin akoma më shumë çështjen Çame dhe ne të prezantojmë dokumentat tona. E kemi ne një përqasje edhe personale studimore nga pikpamja legale. Po unë do kërkoj që dhe për zgjidhje që mund t'i drejtohen për çështje pronësore të Strasburgut, ne jemi qytetarë shqiptarë. T'i drejtohemi edhe të shkojmë të asistohemi nga avokati i shtetit. Do thotë që ka shumë mekanizma me cilët ne mos ta shohim që nuk do Greqia, do t'i t'jap një përgjigje, jo ju zoti Vasili, se faktën në këtë pikë unë e di se çfarë mendoni ju vetë personalisht, forca ju i politike. Tani ju doni që të them që ne absolutisht besojmë tek instrumentat e kësaj bote që jetojmë. Kjo botë globale dhe demokracia ka kriju institucione. Gjykata ndërkombëtare, gjykata e drejtave të njerëzit, çështje ku ti mund të ankohesh, globalizëm në marrjen e vendime dhe fatmirësisht Shqipëria është pjesë e këtyre tryezave. Unë këtu e shoh një ndër rrugët e zgjidhjes dhe besoj që kështu ne duhet ta shohim gjithë. Unë ju jam shumë i njohës gjithë juve për atë që kemi dhënë. Kam vetëm një gjë për zotin Bumçi. Megjithëse duke qenë ministër i jashtëm do doja shumë megjithëse Kohë të shkurtër kam qenë, 4-5 muaj. Okej, po ke lexuar aty letra? Besoj që dosje etj. Po, megjithëse çështja Çami ishte një nga më të rëndësishme. Dua të them, kam vetëm një gjë. Jo, doja t'i bëja vetëm një pyetje profesor Xhufi, lutem. Jo, ta them në të fundit edhe unë mbylla, nuk kam, duhet ta mbyll me gjë të fundit që kam me zotin Bumçi. Zoti Bumçi e thash, po nuk desha të përfshi parti politike. Unë jam një ndër themeluese, nuk e di editit, të Partisë Demokratike. Kam qenë student dhjetore. Pa dyshim, duke pas mbi vete edhe atë marginalizim që regjimi komunist i kohës i kishte bërë popullsisë Çame, sidomos pas viteve 60. Prandaj thash që shoqata e parë patriotike që është shoqata Çambëria. Ne gjithë kemi qenë të etur për liri që të bëjmë këtë që ne po bëjmë pikërisht sot, po si të gjithë shqiptarët e tjerë. Jam dakord dhe po ta përsëris. Shqiptarët e Çambërisë janë dhe vazhdojnë të mbeten antikomunist. Prandaj partia jonë, jo më e jotja, ka sot, kemi ligjin e hapjes dosjeve. Mirë që erdhi Sali Berisha në fund fare që bët një votim bashkë me ne. Kemi marrë një nisëm ligjore për heqjen e dekoratave. Këtu se ka dhe tjerë sensibilitete. Duhet të them një temë tjetër. Shqiptarët e Çambërisë, zotëri, janë antikomunist, por harroje se mas 20 e sa vjetësh mund ngatrojnë antikomunizmin që kanë qenë në 91-shin dhe sot nuk detektojnë më forca politike sepse nuk është as e vërtetë. Do doja që t'i kishim gjithë KPDU-ja, i ke plot, ke PD-ja, ke LSI-ja, ke Partia Socialiste dhe ata detektojnë pa dyshim se ka ju lutem absolutisht. Ja ku ke një këtu përpara. Ja ku ke një këtu përpara. Di shumë mirë ku jam. Bani antikomunizmin. Zoti Ila, dëshiroj Jo, të lutem se s'ka folur asnjëherë, profesor Xhufi. Të lutem. Jo do ndigjosh patjetër. Edhe kam me ty, meqense do marrësh fjalën, se thash me që na hoqë drejt në fjalës, thash të heq dorë nga, po e shoh që do marrësh edhe në mënyrë ka marrë i përgatitur. Edhe me ton, i tonuar, e shoh që edhe i tonuar. Tani, mua vjen keq se me zotin Idrizi kemi qenë në një studio tjetër para 3-4 ditësh, dhe që krejt frym tjetër, kishte aty përfaqësues partive djathta, edhe u trajtua problemi Çam, problemi i agjendës marrëdhënieve me Greqinë në mënyrë fare normale, si një gjë, diçka kombëtare, zoti Bumçi. Jo si një problem që i përket edhe flamurin duhet ta ngrej e majta apo e djathta. Ju këtu e futët. Me dy fjalë, më fal, po ju them, se edhe si njëri që është marrë diçka me politikën e jashtme, po dhe me historinë, që thoni ju. Bile me historinë që nga mesjeta, si thoni, e njohin çik me rrënjë problemin. Në qoftë se ka një gjë për cilën Partia Demokratike që ju përfaqësoni, nuk ka të drejtë të mburet. Përkundazi ka një dhe të rënda është agenda kombëtare e politikës jashtme shqiptare. Kjo jo vetëm për çështjen e marrëdhënieve me Greqinë, jo posaçërisht vetëm për çështjen Çame, por edhe për çështjen e Kosovës. Ne kemi hequr kuris në periudhën më kritike dhe e dim se çfarë politikash dhe çfarë lëvizjesh bëheshin atë kohë. Tani, për sa i përket, po
po duash i them, kur të keni atë pjesën tjetër me Serbinë, s'po flas për Serbinë, po doni problemi, do kërkoj 2 minutë të jap gjëra konkrete, për të konkretizuar të që thash. Lidhur me këtë vizitë që bëri kryetari Meta në Greqi. Një gjë, unë kam përshtypjen se u krijuan pritshmëri të mëdha, që zoti Meta shkoi aty dhe tani do zgjidhi problemet e marrëdhënieve me Greqinë, agjendën e marrëdhënieve me Greqinë. E tha vetë ai, dhe më duket e tha mjaft në mënyrë të paqme. Vizita e tij shihej si një moment për të krijuar një klimë më të favorshme, apo jo, pikërisht për të favorizuar dialogun, të cilin dialog dhe trajtimin e çështjeve të veçanta nuk e bën as presidenti i Republikës, as kryetari i parlamentit, e tha vetë zoti Meta, e bën përfaqësuesit e qeverisë, kryeministri, ministri i jashtëm. Ata e kanë marrë përsipër ti zgjedhin këto punë. Por vizita që në këtë krah. Realisht u ndodh zoti Meta para një të papriture, siç doli këtu, Pavlopoulos, ky presidenti grek, u hodh në detaje, në vend të ishte simetrik, apo jo, një dy presidentëve u takon, domethënë të flasin për kuadrin e përgjithshëm, për klimën, e kupton detajet, pastaj zgjidhin tjerët. Ai, imagjinoni, unë e kam filluar Ministrinë e Jashtme në 97-ën, që kur kam qenë, varrezat. Janë ndërtuar një 3 varreza të shoqëruara me skandale, si që ajo e Kosinës, apo jo, me skandale. Do me thënë, u gjetën eshtra fëmijësh të shitura në një kish, do me thënë, është përdhosur dhe kisha në atë kohë, të shitura si eshtra ushtarësh. Dhe qeveria e djathtë në atë kohë, e di çfarë bëri, në vend që të arrestonte ata tre batakqi, e kupton që e kishin sponsorizuar këto zhvarrime, pushoi nga puna, nxori nga puna doktor Meksin, i cili në bazë me integritet profesional tha këto nuk janë. Por që rikthehemi te takimi me Metën? Atëre. Zoti Pavlopoulos kërkoi gjëra konkrete, kërkoi përsëri varreza, apo kërkoi të drejtat minoritetit grek. Dhe hajde të lodhemi tani se ç'të drejta të tjera mungojnë minoritetit grek. Dhe këtu u krijua problemi. U krijua problemi dhe në gjuhën që përdor. Në qoftë se zoti Meta me të drejtë foli për mirësim, për ngrohje të marrëdhënieve, bile foli për marrëdhënie vllazërore. Dhe ashtu duhet të jenë marrëdhëniet me Greqinë. Qeveritë e majta e kanë shpallur marrëdhëniet me rëndësi strategjike me Greqinë dhe me të drejtë. Unë gjykoj me të drejtë. Dhe duhet të jenë realisht vllazërore. Pse ka kaq vështirë të kërkoj falje Greqia, profesor? Në një kohë që presidenti grek foli me gjuhën e luftës të ftohtë, ai foli për marrëdhënie të bashkëjetesës. Kështu flitej në vitet 60, më kujtohet mua. Kemi marrëdhënie bashkëjetese midis shqiptarëve dhe grekëve. Pra pati një asimetri për të cilat shumë mirë gjykoi zoti Meta, nuk ju përgjigj, por shënim duhet merren këto gjëra. Takimin e ardhshëm duhet pasur parasysh ku jemi. Kjo e para. E dyta, unë kam në një rezervë për përbërjen e delegacionit. Çështja tjetër e rëndësishme është që është një zhvillim i madh më kjo që të thot komisioneri Han, të thot Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, që dy vendet, Shqipëria dhe Greqia, ne favorizojmë dialogun për të zgjidhur problemet që kanë të bëjnë me minoritetet dhe problemin që kanë të bëjnë me problemin çam. Kjo është një shtensionim, e kupton, edhe unë do thosha që del një çik dhe nga raporti dy palësh, këto do rrithen gjithmonë në raportin dy palësh dhe do janë ABC-ja. Dhe gjithmonë do, ashtu siç bën presidenti grek, siç bëjnë këto 25 vjet, që agjendën e tyre ja kujtojnë edhe përfaqësuesit më të fundit që shkon. Edhe një profesori, po them, kryetari i akademie, kështu kjo nuk duhet lënë që të ftohet gjykoj unë, dhe gjithmonë duke pasur parasysh që kjo është bërë dhe çështje e komisionit. Ti po më ndërpret edhe të lutem tani, unë kam dinjitetin tim, ti je kush je,
të lutem, në qoftë se ai shef, unë nuk do flas më. Pa ndërprej profesorin. Po ti po më ndërprej tani dhe nuk po më ndërprej për këto që them në qoftë se ke. Se do unë të ndërpreva edhe të kërkoj njerëz. Për çështje kohë. Tani po e zgjat shumë unë. Unë s'do flas më ja. Po them ja, po më dha leja ika. Tani problemi është zhbër një çështje e Bashkimit Evropian, është gjë shumë e mirë. Dhe një gjë duhet mos haruar, nuk jemi në vitin 92. Jemi vend kandidat i Bashkimit Evropian. Nuk është më në gjendje, mos kujtoni, Greqia s'është më në gjendje. Unë kam parasysh marrëdhëniet e Italisë me kroatët për çështjen e italianëve të isë, edhe të isë po duron. Po mirë se do rregullojmë herë tjetër. Dua t'ju jap fjalën. Tani, ca gjëra dhe Greqia nuk mund t'i bëjnë në kundërshtim apo jo të normave, standardeve, cilat rregullojnë marrëdhëniet midis vendeve anëtare. Profesor Paskali. Një minutë një ndërhyrje të vogël, doja se doli edhe këtu nga sa foli zoti Gjufi, por edhe nga kolegët e tjerë. Mua më duket se në rastin konkret, në këtë diskutim që po bëjmë për vizitën e zotit Meta në Athinë, por edhe në disa raste tjera që unë i vëzhgoj me shumë kujdes si profesionist, mendoj që në politikën tonë të jashtme ka një mungesë koordinimi të aktorëve kryesor. Duhet kemi parasysh rolin e Ministrisë Punëve të Jashtme, i cili është institucioni koordinues midis institucioneve. Dhe shteti shqiptar ka një politikë të jashtme dhe për çështjet kryesore duhet folur me një zë. Nuk mund të flasim për gjithçka. Kemi përdorur dosjet, kemi pasur dosjet tona, por nuk mund të bëjmë publike gjithçka. Jo, nuk e kam fjalën për çka tha ministri i jashtëm sot në parlament. E kam fjalën në përgjithësi ku duhet patur kujdes që koordinimi në politikën e jashtme është shumë i rëndësishëm. Dhe është Ministria e Punëve të Jashtme ajo që duhet koordinoj. Ju keni qenë punonjës si Ministrisë Punëve të Jashtme dhe diplomat, dhe e dini shumë mirë që ka disa teza që dalin nga Ministria e Punëve të Jashtme, të cilat duhet t'i artikulojnë që të gjithë institucionet përfaqësuesit e tyre kur shkojnë në vizita zyrtare jashtë vendit. Kjo është ABC-ja e diplomacisë. Dhe për fat të keq po ndodh, dhe unë e kam konstatuar në mjaft raste të tjera, që aktorë të ndryshëm shqiptar, politikës shqiptare, të gjitha niveleve, shkojnë për vizita zyrtare jashtë dhe flasin me zë të ndryshëm dhe mbajnë qëndrime të ndryshme. Kjo është sëmundje vjetër e jona. Po është, po duhet marrë fund kjo. Është shumë serioze veç. Zoti Hila, Zoti Bumçi, do të kërkoj leje, publicitet dhe me njëherë mbrapa do... Faleminderit. Rikthehemi, zoti Bumçi. Është legjitime, jo vetëm legjitime, por duhet ta bëj çdo njeri në radhë parë zoti Idrizi me gjithë komunitetin çam të ushtrojnë presion çdo qeveri e radhës për të nxitur avancimin e kësaj çështje. Zgjidhjen e kësaj çështje madhore në dosjen dy paqe. Por kur vim të zgjidhja, pastaj hym mekanizma të tjerë. Pra, kur vim të zgjidhje, duhet funksionoj me mjetet dhe instrumentet që ka diplomacia. Dhe kjo qeveri ka trashëguar situatën më të mirë të çdo qeverie tjetër, sepse kur janë ulur me partnerët e tyre në krahun tjetër, hynin si anëtar të NATO-s, me dinjitet, si një vend ku qytetarët e tyre nuk rrinin rradh ambasada greke, po kalonin lirshëm si qytetar evropian, dhe kjo trit pozitën me partnerin tënd, me Kosovën e pavarur, me shqiptarët Maqedoni faktor ku grekët i kanë përfshirë negociata për emrin. Pra, ti duhet projektosh këtë fuqi të re të kombit tënd në marrëdhënie dhe të avancosh. Zero avancim. Pse se janë dyshja më e paaftë. Në politikë dhe unë kur flasim për Serbinë dhe Kosovën do të dalë qartë çfarë i kanë bërë politikës së jashtme kjo dyshje. Dyshja e paaftë keni Rama Bushati. Rama Bushati. Është dyshja. Rama Bushati është dyshja më e paaftë. Po këto drejtojnë politikën e jashtme. Bushati është ministri dhe Rama është kryeministri. Të tjerët janë aktorë që nuk janë primar. Ka edhe një diplomaci... Nuk janë aktorë... Me Ramën bëjt që të dush, me Bushatin lutem pak me kujdes. Tani. Po ti na tromakse për Bushatin? Zoti Vasilit. Po atë vërtet për çik më... Zoti Vasilit. Është po tisha drejtues si zoti Hila. Po vite letra që janë do marrë qendrim tjetër. Në faqen zyrtare të Bashkimit Evropian janë në datën 7 qershor, deputetja greke i kërkon
komisionerit Han, si që tha zoti Drizi, kritikoi protestën që u bë Kociasit dhe thot, a do pasirohet kjo frym në progres raportin? Pra nuk është që komisioneri Han doli dhe bëri një deklaratë. Ishte deputetja greke që i bëri kërkesë. Në 7 shtator, komisioneri Han i jep përgjigje. Kjo është përgjigja. Dhe unë po lexoj 2 fjalit përgjigjes. Nga 7 shtatori deri tani që u bë zhurmë, s'ka pas zhurmë as në palën greke asgjë për përgjigjen e Hanit. Dhe kjo është domethënëse. Zhurma ndodhi mbrapa. Hani thot, komisioni, përgjigja është anglisht, mund ta lexoj gjithkush, unë po lexoj shqip. Komisioni mirëpret faktin që të 2 vendet po diskutojnë krijimin e një mekanizmi të përbashkët. Jo, nuk i thot Hani ngreni. Të 2 vendet po diskutojnë ngritjen e një mekanizmi të përbashkët. Pra Greqia me Shqipërinë. Për çfarë? Dhe që do mblidhet periodikisht për zgjidhjen e çështjeve të rëndësishme dypalçe, shelfi kontinental, kufiri detar, të drejtat e personave që përkasin minoritetit dhe çështja Çame. Po shumë. Pra, kemi komisionerin që thjesht raporton çfarë i ka thënë pala shqiptare dhe pala greke. Pra që kanë të 2 palë që do ngrihen një komision përbashkët. Nuk që ka komisioneri që i të riqka veshin. Çfarë na e thotë dhe më të qartë? Zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocijançit. Edhe kjo gjehet në faqen zyrtare, se është deklaratë e saj. Çfarë thotë? Shqipëria dhe Greqia kanë informuar Komisionin për çfarë kanë arritur këtë vit për thellimin e dialogut. Në këtë kontekst, komisioneri Han rekomandoi në mënyrë të veçantë propozimin e palës greke. Po i lexoj edhe një herë. Këtë thot Maja Kocijançit. Qofse komisioneri thotë mekanizmin që do ngrenë 2 vendet, kjo thot propozimin e palës greke për të diskutuar një platformë që mund të lejojë një dialog konstruktiv për gjitha çështjet. Pra pas ka qenë propozimi i palës greke, thot Maja Kocijançit, nuk pas ka qenë i palës shqiptare, që na del si heroj. Kjo është e vërteta pra. E thot Bashkimi Evropian. Më falë, po qetësojnë çika. Jo, kam 2 çështje këtu tani, kam 2 çështje. Po pala greke është kënaqesh nga bë pala greke ka çështje Çame tani se kam 2 çështje këtu tani. E propozoi për agjendën e saj, s'kishte parasysh është drejt legjitime. Në radhë pare, bive të komunitetit gëzohen kur komisioneri Han e përmend çështjen Çame dhe gjithë shqiptarëve që nga një çështje e lën arrest e përmend komisionerin mes Brukselit. Nga që nuk e përmendshin ministrat e jashtëm do Shqipërisë çështjen Çame me gojë përmendni komisionerin dhe kryeministra. Dhe aty është dosja. Por dhe kjo është një drejt legjitime, thashë zoti Drizi dhe gjithë ne. Po rreth pare zoti Drizi po them si biri i këtij komuniteti. Jo vetëm si biri i këtij komuniteti, jo po. Kam qenë edhe me ju edhe me këto të majtën dhe po su shtym ne e disi jene si kulla pizës i tani. Çfarë transparenci ka bërë zoti Bushati qytetarëve shqiptarë, popullit shqiptar, kur pas ka qenë një kërkesë palës greke për të ngritur një komision 2 palësh për diskutuar për Varezat. Lutem. E kanë kërkuar për Varezat dhe për tekste. Po ja pra, a ka mundësi nuk shkon zhurmuesi se profesor. Po na thuaj me qetësim më lutem. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme. Pas ka qenë pra, jo unë, sepse unë jam në opozitë dhe unë nuk kam dhënat. Dhe unë duhet isha informuar si antar i komisionit jashtëm nga ministri i jashtëm. Lutem, a mundet se kjo është shumë serioze? Unë duhet isha informuar nga ministri i jashtëm. Jemi informuar nga Komisioni Evropian, që është një propozim i palës greke që është referuar Hani, për të ngritur një mekanizëm për diskutuar 4 çështje. Tani, ai keni bërë ndonjëherë interpelancë ministrit i jashtëm për çështjen Çame juve këtu pyet. Zoti Ila, po trim tut. Tani greki që e propozuan. Se protestuan grekët. Ka logjik kjo. Vim aty. Po ti marrim me radhë. Po më vesh do thonë. Ai thej atë që Jo, nuk e mbarova. Nuk e mbarova. Po komente tani. Jo, nuk e mbarova. Tani, se qof shumë të ekzaktuar, për të marrë vesh për çfarë. Pikërisht. Se ka mungesë transparence nga ministria jone e jashtme, që do të dali si hero zotria që s'ka bërë asgjë, se del që pas ka qenë propozimi grekëve, pas ka qenë propozimi grekëve. Kjo është deklarata e Kocijançit që i ka dhënë disa ditë mbas. Kur e morë atje? Sa ku ke që di kët? Tani po e morë. Kur? Tani e printova në parlament. Hyra dhe kontrollova. Deklarata e Kocijançit kur e dha, unë e kam ndjek, por me kaq imsi e mora dhe lexova. Dhe del a mund ta përfundoj të lutem? Se kemë mua thjesht. Pra, nuk e kam pranë ty. Unë them ti ke gjithë drejtën legjitime që të gëzohesh bashkë me ne që Hani e përmendi. Po vinte deklarata e Hanit. E di pse gëzohem më. Se s'e keni përmendur dot ju gjithë. Po mund të lejoj se nuk e kam me ty debat, unë e kam me qeverinë. Qeveria ka një ministër të jashtëm që është Ditmir Bushati. Dhe ky njeri nuk na ka informuar ne që pala greke ka bërë një propozim për pas një mekanizëm, një agjendë për gjitha çështjet. Çfarë informimi ka dhënë ky? Gjithë shqiptarët zero informim.
Palës, se ke qenë ministri jashtë më burë. Shansën e radhës thirre në atë një deferlancë, ose në sa pytjesh, që ke më të shkurë dhe bushatë. Nëse para greke, si që thotë, dhe komisioneri Han, dhe zëdhënësja, e pas ka propozuar ajo, po pse atere nuk është avancuar? Pse është në vend numëro? Kujt i intereson ngrirja se çdo zhurmë në një proces delikat diplomatik, zoti Hila, çdo zhurmë e dëmton, sepse në parlamentin grek, përveç agimit art, ka edhe forcat që i quajnë të moderuara, kanë pjesë nacionaliste ekstreme, edhe të majtë dhe djathët, parlamentin grek. Pra nuk është vetëm agimi art. Dhe në një situatë tillë delikate, krizë ekonomike, delegitimimi i qeverisë për shkak krizës, filloi dhe një zhurmë, ti nuk bën dot negociata. Pse nuk duan këto të bëjnë negociata që të zgjidhet kjo çështje? Komunitetit çam dhe gjithë shqiptarëve intereson avancimi dhe zgjidhja apo zhurma dhe ngrirja? Se kjo zhurmë ka sjellë ngrirjen. Ngrirja, siç e tha kryeministri Berisha, intereson vetëm palëve treta. Nuk ka shqiptar që nuk do avancimin. Por sot ta mësoj çdo shqiptar, nuk është Ditmir Bushati që nxiti Hanin, po pas ka qenë propozimi i palës greke si sot Koçiançit. Kjo është e vërteta. Një turp për atë ministër të jashtëm që kemi ne. Zhurma ngrin. Komuniteti çam do zgjidhje. Do të bëjë përgjigje kësaj që thashun për agjendën kombëtare dhe Partia Demokratike. Thashë do të dhe komuniteti çam dhe gjithë shqiptar duan avancimin e çështjeve. Okej. Por kjo ka sjellë ngrirje. Kështu menaxhon Ditmir Bushati. Se do zhurmë. Tani, a mundet të... Se edhe unë jam marrë me atë letë kam parë dhe përgjigjen e komisionerit Han. Tani, për te, se thash që lajmi tronditës... Ky pra është lajmi për Bushatin, që nuk është shajnë nxitsi, pas ka qenë pala tjetër nxitsja. Po unë s'kisha të dhëna për këtë. Sa i beson palës greke? Jo. Po i beson Hani dhe zëdhënësja. Nuk e thot grekja. Unë jam në pozitë zoti Xhufi, dhe unë e marr vesh futën dy të faqe internetit, urdhra kujke. Po njojmë dhe të tjerë më bërë në opozitë. Ta thot Bashkimi Evropian se si ka evoluar çështja. Ja ta thot që është propozimi palës greke. Dhe Bushati na nxjerrsi ku paska qenë ai nxitsi. A mund të nuk e kam me ju fare këtë shumë mirë që nxorët këtë lajmin. Tani, ajo që unë do doja të thoja edhe ta përsëris. Ne e dim shumë mirë, nuk e di të këtë dalë Bushatin konferencë shtypi që e ka thonë Hani edhe o bura. Tani, unë e di shumë mirë edhe për shkak të pozicionit që kam, po vazhdimisht për çështjen çame jam munduar që të punojmë, të furnizojmë me dhëna, materiale, studimore, historike, ligjore, etj. Kjo është puna e përditshme të cilën konsumojmë pjesën më të madhe. Unë e thash në fillim. Një eurodeputete e nderuar, me dashëmirësinë për të penguar avancimin... S'kishte dashëmirësi aty. A gjësha për thëmë, me dashëmirësinë për të penguar mirë, në thojza atër. Është ironike. Po t'i vejmë dhe thojza se nga thojnë. Se pasaj dele këtu që procedura së shumë rregull. Për të penguar pikërisht avancimin e Shqipërisë, i adresohet komisionerit Han dhe i thotë. Fjala e kryeministit Rama në Kongresin e PDU-s. Futja e PDU-s në qeveri dhe protesta e shoqatës Çamëria janë përputhje me standarde fuqisë mirë dhe a do përfshihet kjo në progres raport si negative. Përgjigja e komisionerit Han ishte, unë nuk e di çfarë versioni ke. Ja këtu është anglisht përgjigja ti. Unë nuk e kam tani po është faqe internetit të BE-s. Okej, ai thotë. Ai thotë këto gjëra që thashun. Është i lexon. Ja ta mbaroj. Dhe komisioneri Han i kthen përgjigje eurodeputetes. Dhe i thotë që për çështën për cilën ju ngrini, ne jemi plotësisht dakord që të ngrejnë atë komisionin që kanë thënë të dy ministrat dhe që ka mbledhjen e parë tani në fund në fillim të nëndorit. Ka qenë propozim grek. Po më kjo është histori tjetër. Nuk e di këtë gjë. S'kemi pra transparencë, ministri nuk na informon. As ju dhe as ne. Tani Aldo, atë vazhdojmë tani, unë s'kam mendjem nga karika që të rreq vëmendjen, e kupton? Tani ma le ta mbaroj me qetësi. Edhe me dashuri zoti Vasili. Do ta pranosh që është rruga e vetme. Po pra, megjithëse sot qeta erdhe me mundim të madh erdhe. Po kështu ishte. Tani i thotë që më përpara ka pas, kur erdhi ministri i jashtëm dhe më përpara ka disa vizita edhe kur ishte zoti Bushati, për herë të parë pala shqiptare prezantoi pozicionin e palës shqiptare. Pala greke pozicionin e palës vet. Kjo ishte ajo që thashun sa më parë
më përpara, futje për herë të parë në këtë agjendë që sapo folën zotëritë e nderuar që duhet qarkullojë si pozicion zyrtar i shtetit shqiptar, në të gjithë, edhe ku shko Asambli Këngëve dhe Vallëve, edhe ku shko zonës ministri, duhet flasin me të njëjtin dosje diplomatike përpara. Dhe aty është vendos, me sa di unë ndjenin time, ligji i luftës, problemi i zgjidhjes së detit dhe problemi i çështjes Çame. Sigurisht që pala greke nuk është rigjide kashi kësaj kërkese më ta modhe drejt për drejt të qeverisë shqiptare. Atëherë, është lënë një tryezë e përbashkët që t'i diskutojë në blok gjitha këto probleme. Ky është mekanizmi që do i trajtojë të gjitha çështjet. Dhe zoti Han këtë tha, ne e stimulojmë këtë mekanizëm që ka mbledhjen e parë në tani, midis dy vende për të diskutuar të gjitha çështjet. Aty dhe ku do trajtohen çështje si prioritare, çështja e minoriteteve, dhe asnjërit me që ke lexuar fjalë për fjalë, thot e minoriteteve. Po, bukurit, që do thot, nuk flet më për të drejtat thjesht dhe vetëm për minoritetin grek në Shqipëri, por flet edhe ne kemi minoritet, shumës. Do thot që edhe ne kemi minoritet shqiptar etnik në Greqi, po dush edhe shqiptarët e Çamërisë që janë atje dhe që shkojnë gjithë edhe i takojnë në Vol, Park dhe Art. Pra, ka te i kaluar ndoshta edhe këtë fjalor të ngushtë që ne kemi sot, sepse kjo është gjuha e Brukselit, për dialoguar për këtë çështje që janë çështje thelbësore të drejtave të njeriut. Dhe përmendja në vetë parë e shkruar anglisht e përkthyer shqip pa ndaj ndryshim të madh e çështjes Çame është padyshim një gjë shumë e madhe, sepse kjo ju keni qenë ministrat të jashtëm. Absolutisht dakord. Është në rekordet, në një histori tjetër pra. Në rekordet unë nuk kam thënë që erdhi kështu apo erdhi kështu. Nuk ka lidhje me ju zoti Idrizi. Zoti Idrizi nuk ka lidhje me ju. Absolutisht dakord, është një arritje që duhet përshëndetur. Por nuk ka pasi qeveri pala greke thotë. Pra, çto e thot pra, këtë thot zotëri se ja ku e ke. Kjo është shumë e rëndësishme ta dëgjoni njerëz se kuptojnë se ç'ka ndodhur gjë. Tani i marr një kohë. Futja e çështjes Çame kur një pjesë e mirë e politikës shqiptare çështjen Çame e madhe si çamçakizm goj, nuk e kishte vështirë që ta përmendte, është padyshim një avancim shumë i madh dhe është një stimulim që ne të paktën të jemi korrekt dhe sa herë të flasim me palën greke, të flasim me dinjitet dhe reciprocitet. Kjo është shumë e rëndësishme dhe këtu për mua fillon zgjidhja e çështjes Çame. Kur ne kemi për herë të faktet në gati 4 vjet 0 se si erdhi Çame profesor Xhufi telegrafik, të lutem. Kërkoi një interpelancë dhe lëroi. Nuk është debat me ju, është me fare telegrafik. Asu se kam për të bërë ajo për cilën ajo që ka thënë zoti Han për çështjen Çame. Përshëndesim dhe është lajm i shkëlqyer. Jo, mos e përshëndet fare. Është më zoti Vasili do t'jau jap me një herë. Por pas ka ardhur nga tjera propozime. Profesor, ma e vin ka dojo me shumë. Jo, s'ka gjë, nuk le të flas. Jo, vetëm dojo. Ai thot zoti Bumshi që pas ka mësuar që promotori që nga pala greke për krijimin e për trajtimin e. Edhe gjitha çështjet. Në qoftë se ju mbani mend zoti Bumshi, vizita e zotit Kocias këtu, që vinte mbas një boshllëku të madh apo jo, takimesh, u paraprin nga një zhurmë e madhe në shtypin grek. Lidhur me trajtimin e vizitës së tij, trajtimit të problemeve të agjendës greke. Kishin parasysh marrëveshjen e detit që në shkruat ju dhe keni mbrojtur dhe ju heroikisht, lidhur me problemin e minoritetit, lidhur me probleme varezave dhe tekseve shkollore. Tani aty është fusha ime. Ne kemi një 6 muaj edhe parur Kocias që mblidhemi për tekset e historisë. Dhe atë kishte parasysh ai që do shtronte agjendën greke këtu. U ndodh përballa një të papriture, ju shtrua problemi i ligjit luftës, ju shtrua problemi Çam, ju shtruan problemet e tjera të agjendës. Prandaj që reagimi, por ti mendon se kur ka thënë pala greke që ne do trajtojmë në kompleksitet agjendën e marrëdhënie me Shqipërinë, kishte parasysh agjendën tënde, ata mësuar që ne s'kemi agjendë me Greqinë.
Ne 25 vjetë, Zoti Vasili, Zoti Bumqi, ju lutem, të zbatojmë radhën. Po jo pse nuk mundet. Mund të jetë një historian i respektuar i mesjetës. Për histori. Dakor, është e njëjta gjë. Nuk ka nevojë për interpretimin. S'ka nevojë për interpretimin. E vërtet ashtu. Unë nuk të marko, Aldo, prap. Unë me kohë 60 sekonda mbaj. Problemi është i tillë, ky mekanizëm do vjet në vizje. Unë mendoj që çfarë mund të bëjmë ne sonde këtu? Se jemi personal publik, kështu për këtë status na ke thirrur këtu. Kemi edhe një përgjegjësi edhe kombëtare, pse jo, për ato që themi. Ky mekanizëm duhet na ka të gjithëve bashkë për mbështetur këtë çështje çfarë. Dhe jemi të një mendje. Unë jam në një mendje me shpëtimin, Aldo është në një mendje me ne, dhe ne këtë qasje duhet japim edhe nga kjo studi që shikohet në Greqi. U a thash edhe ja në momenti që ishte publiciteti, për çfarë arsye? Sepse profesor Xhufi tha një gjë të qartë. Vizita e Kociasit u paraprim me një frymë të caktuar. Ne kemi detyrë të paraprim punën e komisionit me një frymë të tillë, kur thonë kompaktësimi, pse jo? Por te çdo diferencë, mund të ketë gjitha diferencat, mund të jetë gjithë drejtat zoti Bumqi, po këtu është përballë kemi një problem të cilin patjetër duhet të avancojmë. E që të avancojmë, ne të gjithë duhet jemi bashkë. Unë për veten time nuk gjej asnjë diferencë me kërkën, mbështes plotësisht kryeministrin, ministrin, çdo vretje për ta bërë më mirë nga opozita, të kërkojmë gjitha përgjigjet çfarë duhet, ta qartësojmë, ta kthjellojmë dhe më ulën tavolinë, që kur tulemi tavolinë, të jemi shumë të kthjellë dhe shumë kompakt. Ne nuk mund të harrojmë, nuk kemi luksin e të qenit të tundur apo të lëkundur në qasjen tonë në tavolinë. Fuqia jonë është qartësi dhe kompaktësi. Të tjerët, pala tjetër, nuk ja fjalën profesorit, pala tjetër na ka dhënë shembull në këtë drejtim. 10 sekonda. Duhet parë edhe pala tjetër ç'mund të merret në këtë pikë. Besoj që kemi për të marrë. Jam te limiteve. Edhe unë me sekonda e kam, me që jam të nderuarit deputet, janë se mund të ikin për votim në kuvend. Do të thoshja këtë, përvoja ime personale, po dhe përvoja diplomatike, sidomos në marrëdhëniet me Greqinë, na ka dëshmuar që këto mekanizma apo komisione dypalshe që marrin përsipër të diskutojnë dhe të sugjerojnë zgjidhje, nuk kanë patur ndonjë sukses deri tani. Të urojmë që ky mekanizëm, emër që është gjetur në vend të fjalës komision, të ketë fatin tjetër më të mirë se që kanë patur ato komisione të përbashkëta, për të adresuar problemet me seriozitet, me vullnet dhe angazhim për të zgjidhur çështjet dhe jo për të penguar, sepse një fjalë që vjen nga përvoja diplomatike thotë që do ta pengosh zgjidhjen e një çështje, ngri një komision. Jo, të lutem, Aldo, do them dy gjëra. Ne jemi vazhdimisht edhe do kërkoj edhe ndihmën dhe solidaritetin me votë edhe të LSI-së edhe të Partisë Demokratike. Ne punojmë vazhdimisht për të marrë disa hapa, ato që tha. Ka më shumë akoma. Se kemi këtu brenda. Po padyshim, po juve që ju kam këtu. Lutem. Zoti Vasili tha më drejt që ne duhet mblidhemi jo thjesht vetëm për të parë këto nuanca edhe për ta kthyer edhe këtu në një debat politik, por gjithsekush mund të ketë nga ide më shumë, apo një mendim më shumë, apo akoma shumë që kemi zotërit të nderuar që kanë edhe përvojë. Tani, hapat që ne do ndërmarrim dhe padyshim që duam për krahin e gjithë spektrit politik shqiptar, kanë të bëjnë me faktin që ne së shpejti, që në seancën e radhës, do t'i propozojmë Parlamentit të Shqipërisë që të përshëndes këtë momentum të ri, pra që ne kemi me Bashkimin Evropian, dhe propozimi i deklarata për projekt rezolute, dhe nga krahu tjetër, ne po punojmë fort me organizmat të OKB-s për problemin e të zhdukurve. Dhe ka mekanizma të cilët veprojnë sot e kësaj dite për të zhdukurit, që në kohën e luftës dytë botërore dhe deri tani, ku familjarët japin ADN-n dhe të gjenë të gjithë familjarët aty ku janë të varrosur,
në Çamri, në territorin shqiptar, se një pjesë mirë kanë rënë dhe këtu. Për këtë nisëm që PD-ju do të marrin Parlamentin e Shqipërisë, unë jam ndier shumë mirë sot që gjithë forcat politike ishin dakord, do ishte patjetër një moment shumë i mirë që ne të rikonfirmojmë vullnetin tonë dhe të ndërtojmë mekanizma real për avancimin e çështjes Çame në ndërkombëtarizim, në çështjet ligjore, por ne dim shumë mirë që në radhë parë do të fillojmë nga Akademia e Shkencave në Shqipëri. Fillojmë të flasim, të tregojmë për herë të parë të vërtetat mëdha, të cilët shtete më të fuqishme ne e kanë përmbys. Se kam ngel me profesor Gjufi nëpër studio, tu tregu historinë. Zoti Idrizi, do t'ju mbaj peng edhe pjesën tjetër megjithëse jeni me temperaturë. Më duhet që ti të votojmë se A më them atëherë meqense do reagoj zoti Idrizi 5 sekonda. E para. Po stash gjot se kisha më ty më Jo, e kam pozitive. Apo më ke kështu pozitive. Të lutem. E para. Është lajm i mirë që është po ngrihet apo do ngrihet një mekanizëm që do mblidhet për të trajtuar gjitha çështjet. Shpresoj që mënyra si e ka menaxhuar këtë gjë zoti Bushati mos e shkatroj. Sepse i ka sjellë në parlament. Ti ke qenë ministri jashtë greu bashkë me mu Bushati, në lidhje me gremi bashkë zoti Bushati. Në lidhje me çfarë Po sa themi mi tregoj mua se shkoj unë merrem me zoti Bushati. Në lidhje me deklaratën që ka bërë PD-ja për çështjen Çame, zoti Basha, si kryetari i partisë, ka takuar zotin Venizelos kur ka vizituar 2 herë, zotin Kocias, janë në takim janë 7-8 nga krau, janë 7-8 nga krau tyre, ka deklaratë për shtyp publike, do shpërmendur çdo takim çështja Çame dhe duhet i rikujtoj zotit Idrizi edhe një gjë. Mos abuzo tani se thash gjë tjetër. Tash mas fjalës së komisionerit Han thash, nuk kam pa përveç sot zotit Berisha, asnjë përveç zotit Berisha sot në një mas deklaratës zotit Han nuk kam pas. Jo këtë thash. Në një aktivitet politik të ndodhur disa muaj më parë në Tiranë, ku ishte një përfaqësues i lartë ai ministrisë jashtme grek apo politikan grek, që bëri deklarata të papranueshme. Në sytë kryeministrit i vetmi që ka reaguar ka qenë zoti Basha, është kruaj vërtet apo jo? Shiko, në një aktivitet politik në Tiranë. Ku ishin përfaqësues politikan grek. Kryeministri, ai ishte zoti Basha që jo zoti Basha me deklaratë Partisë Demokratike. Po Partia Demokratike del deklaratë nga kryetari. Jo, e bëra më serioze. Kalojmë në publicitet. Bëra më serioze. Kalojmë në publicitet. Nuk është thjesht e tha. Shumë mirë, faleminderit. Lutem, do them 2 fjalë për Kosovën. Lutem, se më ke ftuar për këtë gjë tash. Se je live tani edhe flit 7 fjalë. Atëherë po ri marr tani dhe po e mbyll. Po e mbyll atëherë. Faleminderit. Unë thash që në vend që të përdornin këto fuqi tret kombit, antarësimi i Shqipërisë NATO, liberalizimi i vizave, marrja statusit, pavarësia e Kosovës, çfarë ka ndodhur? Sot kemi kaluar ke Serbia o burr. Po, te Serbia. Dakor. Atëherë ti fusim telespektatorët. Që se të thasë që s'kemi si në folë. Zoti Bumqi është... E kuptoj. E te i kaluam kohën që kishim planifikuar për vizitën. Për 2 fjalë edhe nuk e zgjas shumë. Për vizitën e zotit Meta dhe për çështjen Çame. Dhe kemi dhe vizitën e zotit Rama që ndodhi në Serbi, ku është vizita e 4 brenda 2 vjetëve. Faktikisht do doja një mendim tuaj telegrafik për këtë. Jemi në kushte që kemi një ngrirje të marrëdhënieve me Greqinë, në një farë sidomos mbas kësaj deklaratës së zotit Han, por vizita e zotit Meta dha një shpresë për një ristabilizim të marrëdhënieve. Gjithashtu kemi vizitën e 4 të zotit Rama në Kosovë. Në Serbi. Do doja një mendimin tuaj. Shkurt, sepse s'kemi kohë të gjithë dhe do ju marrë nga një mendim. Faleminderit që i dhatë dhe kësaj çështje hapësirë në emision. Sot, marrëdhëniet e Tiranës me Prishtinën janë në pikën e tyre më tullët. Dhe ky nuk është një lajm që duhet ta mësosh, është publik. Shkonin në Prishtinë, takonin njerëz politikan, njerëz që punojnë në Ministrinë e Jashtme, në institucione të tjera të larta, do ju thonë që nuk ka koordinim, nuk ka asnjë lloj bashkëpunimi për antarësimin e Kosovës në organizma ndërkombëtar, e tregoi UNESCO, dështimi plot. Ministri i Jashtëm shkonte në Argjentinë, Polonia nuk votoi pro. Vend pro-amerikan, vend pro-perëndimor, ka njohur Kosovën. Dështimi i turshëm dhe nuk ka bashkëpunim, kjo është e keqe. Dhe këtë ta thonë, merrni takimin do ja thonë të gjithë. Dhe nuk ka qenë kurrë kështu, por më e rënda është kjo. Është shumë mirë që nxiten marrëdhëniet Tiranë-Beograd.
Po kur duke na shkaluar Kosovën? Kur? Sepse nuk jemi ne, të cilët mund të negociojmë, është Kosova që i ka çështjet. Dhe për shkak të këtij roli që do të marrë kryeministri, sikur ai që sjell pajtimin shqiptar-serb, çfarë pajtimi shqiptar-serb do sjellë kryeministri Rama? Por është Kosova që ka vujtur. Ajo e ka vujtur perzekutimin. Janë përfaqësuesit legjitim të Kosovës, presidenti, kryeministri dhe të gjithë tjerët të cilët do e përfaqësojnë. Ky problem është edhe në shoqërinë kosovare që janë tre rryma. Njëra s'do proteksionizmin, tjetra kërkon pse se mbron Shqipëria, tjetra kërkon LDK dhe gjithë tjerët janë forcat kryesore. Ne po flasim në shoqërinë kosovare. Patjetër me LDK-n i ka tërësisht prishur marrëdhëniet, po ju marr deklaratën e zotit Thaçi, që konsiderohet paktën publikisht si një aleat i kujt? Si një bashkëpunëtor aleat politik pra i zotit Rama, që ruan ai thotë se janë parti e djathtë, ashtu shumë mirë, dhe është. Atëherë po ju them deklaratën publike. Më premtua që do ishit i shpejtë. Deklaratën publike të zotit Thachit, që çfarë tregon ku i ka çuar marrëdhëniet Rama. Mbas takimit të dytë të procesit Berlinit që u bën vjen, takimit dhe shout mediatik Rama-Vučić, ke daljen pa u kthyer Rama ende në Shqipëri, ke daljen publike, ose me njëherë sa po është kthyer, me njëherë, tha që ka dalë publikisht në median e Kosovës, më duket ka qenë Klan Kosova, me Baton Axhiun, më duket, dhe ka thënë, nuk vjen pajtimi i shqiptarëve me serbët nga Tirana, po vjen nga Kosova, pse kishte nevojë ta thotë këtë? Se po shikonte që në mënyrë pa drejtë, duke dëmtuar këtë proces historik, që është pajtimi i Prishtinës, i shqiptarëve të Kosovës, i Kosovës me Serbinë, që mund ta drejtojnë vetëm ata, ky njeri për protagonizëm po merrte gjithçka. Dhe u detyrua Thaçi dhe tha pajtimi nuk vjen prandaj, vjen nga ne. Dakor. Pse? Sepse çfarë po bën? Sot është pika më e ulët e marrëdhënieve e dialogut Kosovë-Serbi, është pika më e ulët. Por Rama çfarë po bën? Po shkon në Kosovë dhe i thot Vučić jep Vučićit asete, karta dhe i thot urdhro. Unë me shqiptarët shkoj shumë mirë, ja kush Rama. Po ku i ka marrëdhëniet me Kosovën? Ku ka? Pra Rama nuk po ndihmon dialogun Prishtinë-Beograd, është duke dëmtuar, është sot pa ndikim. Ndodhi një krizë e rëndë, edhe dëshiroj ta them me këtë, Kosova kaloi një krizë shumë të rëndë. Shumë të rëndë, me krijimin e qeverisë 6 muaj vonesë dhe krizën që krijoi vetvendosja me bllokimin e parlamentit, me gjithçka. Erdhi sekretari i shtetit Kerry, që bota ishte probleme Rusia, Ukraina, Siria, u ul dhe tha për të zgjidhur problemet. I kërkoi kosovarëve, politikanëve që të zgjidhin problemet. Kush ndikimi i Tiranës? Zero ndikim. Nuk kam asnjë respekt në Kosovë. Kush ndikimi në Maqedoni? Thiri, kur ndodhi kriza Maqedoni, Thiri Ali kemi pasur dhe aty një vizitë Mehmet në atë moment. Dhe Mendu Thaçin në Pogradec, ke deklaratë publike të Ali Mehmetit. Tha Ali Ahmetit, tha po nga nxitimi tani duke më thënë. Themi gjërat siç janë. Çfarë tha Ali Ahmeti? Çfarë tha Ali Ahmeti publikisht pas takimit? Një takim pa vlerë. Tirana kur nuk ka ndikim në Kosovë, kur nuk ka ndikim të shqiptarët në Maqedoni, po ku do ketë ndikim? Politikën botërore bëjmë ne? Zero ndikim. Dhe është pikërisht kjo politik, e cila kërkon shon që thot pajtimi shqiptar-serb e bëj unë, kur fakt e bën Kosova që e ka çuar në këtë gjendje. Okej. Ne do flasim apo? Zotin Milo, doja një ndërhyrje sepse jemi në minutat e fundit dhe unë jam përpjekur që kam folur më pak dhe më shkurt nga të gjithë, besoj. Profesor kënaqësi. Me këtë rast do të them aq sa e ndoqa dhe aq sa dha media elektronike, vizita për mua ishte e kufizuar në objekt. Unë do të dëshiroja që vizita të trajtonte problemet për cilat paneli kishte një emër, problemet e sigurisë. Unë nuk dëgjova sot atje përveç se 2 çështje. Njohjen e Kosovës, që kërkoi kryeministri nga Serbia, dhe çështjen e Trepçës. Problemet të tjera aty nuk pati. Dhe mua kjo, them drejtën, nuk më erdhi mirë, sepse në marrëdhënie 2 palshe ka një problematik të gjerë dhe të rëndësishme, përveç çështjes së Kosovës. Dhe që duhet të adresoj. Dhe e dyta, nëse do të flitej për problemet e sigurisë në Evropën juglindore, se më duket se ky ishte titulli panelit, atëherë duhet të adresoheshin dhe çështjeve të tjera shumë të rëndësishme të sigurisë rajonale, që patjetër prek edhe të 2 vendet tona. Ndofta media thash nuk ka transmetuar në gjerësinë e gjithë debatit që u zhvillua
problematikën. Por me aq sa unë dëgjova, e kam këtë vërejtje për takimin që u zhvillua. Sigurisht, takimet e dy kryeministrave janë të dobishme. Për herë të parë është krijuar tash një traditë që po vjen e po zhvillohet, dhe kjo jo vetëm në favor të marrëdhënieve dy palshe, por edhe për sigurinë rajonale dhe bashkëpunimin në emër të integrimit evropian të rajonit. Por dua të them që duhet të ruhet diplomacia shqiptare nga ideja ose nga truku serb që kërkon të zhvendos vëmendjen nga Kosova në emër të zhvillimit të marrëdhënieve dypalshe dhe që zëdhënës i problematikës Kosovës të bëhet Tirana. Por Rama pse e ndjek këtë truk, profesor? Pse e ndjek Rama këtë truk? Jo, unë nuk e di e ndjek apo nuk e ndjek Rama. Prandaj ka reagime nga Kosova. Unë do të dëshiroja që qeveria shqiptare të jetë shumë e kujdesshme për t'i lënë hapësirë politikës kosovare që të merret ajo kryesisht me çështjen e marrëdhënieve dypalshe, siç ka filluar në Bruksel dhe siç ka vazhduar me ndërmjetësinë e aktorëve të mëdhenj ndërkombëtar të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti Vasili, juve ndani të njëjtin mendim me zotin Milo apo mendoni? Jo, unë kam një preokupacion i cili është një vijë lidhëse ndërmjet edhe temës parë të emisionit dhe të dytës, që ka të bëjë me atë rol patjetër shkushëm që Shqipëria ka, që është njohur dhe për cilën është punuar në gjithë 25 vitet. Zoti Meta ka vazhduar dhe vizita në Beograd. Për të qenë, jo, në radhë parë, për të qenë Shqipëria një faktor stabiliteti në rajon. Është një çështje e cilën nuk duhet ta harrojmë në asnjë rast, dhe gjithçka në çdo lloj marrëdhënie që zhvillohet. Në këtë rast po bisedojmë për marrëdhëniet me Serbinë në këtë moment. Pak më parë folëm marrëdhënie me Serbinë, me Greqinë, dy akse edhe të vështira, edhe të komplikuara në trajtimin e tyre. Boshtit keqes dikur kundra nesh. Nuk më pëlqen dhe nuk dua të kem në mendje më boshte të tilla të keqes në një Ballkan të ngarkuar me probleme pafund. Dhe qasjet tona gjithmonë janë shumë konstruktive. Që hapin hapësira komunikimi dhe na e konsolidojnë këtë rol. Pra, që vazhdojnë edhe ta spikasin rolin e Shqipërisë si faktor stabiliteti. Të parësit të tillë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe nga Bashkimi Evropian, në funksion të misionit duhet ndërtojmë edhe agjendat dhe komunikimin tonë. Në mënyrë të veçantë, me ato shtete të cilët edhe kanë një rol të caktuar në Ballkan, siç është edhe Serbia dhe Greqia, po që në funksion të cilit mund të ndodhin edhe të kemi lajme më të mira nga Ballkani, apo për në të kundërt mund të kemi lajme jo të mira nga Ballkani, të cilat do reflektonin edhe në gjithë hapësirën shqiptare, qoftë ajo në Kosovë, në mënyrë të veçantë, jo vetëm edhe në Maqedoni, po dhe në hapësirën shqiptare që është në kuadrin e Serbisë sot, për shef Bujanovc, por dhe në hapësirën shqiptare që ndodhet në Malezi. Pra, e gjithë ky rol i Shqipërisë do të reflektonte natyrshëm në mënyrë pozitive në gjithë këtë drejtim. Dhe ndaj, në të gjitha llojet, në të gjitha këto vizita, tashmë të veçanta, rutinore, etj, se besoj që nuk mund të quhen vizita, po themi të jashtëzakonshme apo historike, vizita të cilat ndodhin kohë pas kohe, por se cilat janë kontribute pikërisht dhe unë do shikoja në mënyrë të veçantë çdo vizit pikërisht dhe çdo takim në sa i shërbeu këtij konsolidimit të roli. Sa konstruktive del është Shqipëria në raport me rajonin, por raportet edhe me sytë e integrimit evropian. Pasi çdo zbeje e këtij roli të Shqipërisë, do të thoshte një humbje shumë e madhe të atij roli kyç që ne kemi, të cilin po e humbëm, ndroj se nuk e fitojmë dot më kurrë. Profesor Gjuhi, Edi Rama, pozicioni tia është një pozicion paternalist ndaj Kosovës, apo një pozicion mos përfillës? Unë nuk gjykoj të tjerë kryeministra janë akuzuar dhe me drejt për ndërhyrje dhe për tentativa për të marrë përsipër një rol paternalist. Por unë nuk gjykoj që Zoti Rama nuk është paraqit keq, do të thosha, qeveria e tij, përgjithësi, në raportet me Kosovën, kam parasysh edhe vizitën e parë të tij, takimet, idet që janë hedhur për të bërë mbledhjet përbashkëta apo jo. Këto gjëra mund të ishin bërë edhe më përpara 2013-ës fakt.
të gjitha mundësit ishin. Do rruga e kombit. Këto nuk... E tha kryetarja Parlamentit Italian, rruga e kombit tregon sa ka ecur Shqipëria. E tha sot kryetarja Parlamentit Italian. A ky është lajmi mirë. Po. Faleminderit. Rrugtimi i Shqipërisë treguhet nga ajo rrugë. Dakor. Po kujt nuk i pëlqen pasaj? Dakor. Rruga e kombit jo më unë e kam bërë më shumë se ty që ta dish. Rruga e kombit. Edhe bëj më shumë se ty, rrugën e kombit. Se letra mund të prodhor sa duash, po çaj lidh kombin. Ka pasur një impostim, do thosha, pozitiv të kësaj qeverie. Pritshmërit nuk janë ato, unë jam dakord edhe me zotin Bunçi, siç ne mendonim. Hodhën ide të jashtëzakonshme, shumë të mira, duke shfrytzuar të gjitha hapësirat dhe standardet europiane, pa ndërhyrë as në punë të njërit e tjetrit dhe pa marrë atë rol paternalist, i cili do thosha përkundërzi ka një droj, është dhe një droj, sepse tani jemi dy shtete, tani ajo vallja që thoni ju, zoti Bunçi, hidhet nga të dy. Mos harrojmë që edhe në Kosovë, edhe sfundi, lidhur me paraqitjen e zotit Rama në Serbi, ka pasur gazetar që njihen për diçka tjetër. Zoti Thaçi, Hashim Thaçi, në atë kohë kryeministër, ministër i jashtëm dhe president, ministër i jashtëm ishte në atë kohë. Nuk është plotësisht ashtu si thoni ju, edhe ajo. Absolutisht, nuk mendoj që ato linje që ato unë mendoj që zoti Rama, një gjë ka pasur e thatë juve që te kalimi i Prishtinës në marrëdhëniet midis Tiranës dhe Beogradit. Te kalimi i Tiranës? I po thua që Tirana po lë Prishtinën në marrëdhëniet me Beogradit. Dhe po del ajo si pajtusja, dhe nuk mund të jetë them që një ministër i jashtëm, jo ti, pajtimi do ndodhi me Prishtinën. Jo ti, po një ministër i jashtëm për të parë hodhi idenë që marrëdhëniet midis Tiranës edhe Beogradit do zhvillohen pavarësisht Prishtinës. Absolutisht jo. Po e kam thënë dhe në parlament kur kemi qenë bashkë. Nuk ka pajtim pa Prishtinë, sepse është Kosova që flet e para. Si shmo nëzore letrën dhe ta japë Profesor po zhvillon, po krijon idenë se Boshti është Beograd-Tiranë. Përfaqësoni një komunitet, jo vetëm një parti, i cili shpesh herë është ndjerë pjesë e marginalizimit, e harresës, e mosvëmendjes. Kështu që e kuptoni më mirë nga të tjerët. Si pjesë edhe e majorancës, doja t'ju pyesja shkurt. Mendoni që qeveria Rama, kjo majorancë, e ka anashkaluar Kosovën, apo i ka dhënë frymëmarrje Kosovës si t'i mbaj vetë raportet dhe ajo vetë e ka mbrojtur, le të themi, në pravavije? Praktikisht, kjo është edhe këndvështrimi që duhet të shifja. Ne si Parti për Drejtësi, Integrim dhe Unitet vazhdimisht kemi qenë shumë kritik dhe jam shumë shqetësuar për këtë, për raportet në radhë parë, nuk më interesojnë këto me Serbinë për momentin, po raportet dhe mes Shqipërisë dhe Kosovës. Raportet cilat duhet të i kalojnë, do thoja, çdo lloj pengesë, duke filluar që nga pengesat e vogla deri nga ato pengesat e mëdha. Ne kemi nevojë që të jemi dy vende me një sinergji të jashtëzakonshme, në radhë parë në ekonomi, në arsim, në kulturë, dhe ky është shqetësimi im më i madh që ne kemi. Imagjinoni që sot akoma Shqipëria nuk ka një studim se kush është prioriteti dhe avantazhi konkurrues i Shqipërisë. Do zhvillohemi në industri, do zhvillohemi në turizëm, në transport, një gjë të tillë bashk. Domethënë ju mendoni që duhet jemi më invaziv? Absolutisht. Ndërkohë që ky do shoqëruar me studim në Kosovë për të parë përgjegjësitë të Kosovës në mënyrë që të dy ekonomitë tona të jenë dhe të konvergojnë. Deri tani kemi vetëm një retorik, po nuk ka rrugë tjetër Shqipëria për të futur 300.000 veta në punë, vetëm po nuk hapëm tregjet me Kosovën e Maqedoninë, dhe Kosova e ka pothuajse të pamundur me numrin e banorëve që ka dhe me pozicionin që ka, pa pas një sinergji me Shqipërinë. Fatkeqësisht, të dy qeveritë përveç disa takime formale që kanë bërë, deri më sot nuk kanë arritur që këtë domosdoshmëri historike dhe këtë potencial shumë të madh të dy vendeve me qeverira shqiptare ta potencojnë. Dhe jo që jam kritik, po është absurde që ne dëgjojmë vazhdimisht lajme që zihen për pataten apo për qumshin, padyshim që jemi shumë larg një potenciali të jashtëzakonshëm midis dy vendeve tona. Kam frikë që edhe stablishmentet politike, por edhe stablishmentet e biznesit tonat nuk e duan këtë gjë, dhe në këtë pikë ne duhet të kuptojmë gjithë bashkë që kjo është e vetmja rrugë e zhvillimit të Shqipërisë. Sa për rolin paternalist të Tiranës, absolutisht që unë nuk e kam parë dhe doja ta shifja. Unë kam thënë disa herë të mblidhem me gjithë partitë parlamentare shqiptare, Maqedoninë, Kosovë, në Shqipëri, sepse unë mendoj që zajednica nuk është thjesht dhe vetëm problemi i Kosovës. Problemi i shqiptarëve në Maqedoni, ne duhet ta krijojmë këtë sinergji midis nesh dhe
sa për rolin e Tiranës, mjafton që të lexojmë preambullin e Kushtetutës së Shqipërisë, e ka detyrë Shqipëria të kujdeset për shqiptarët jashtë kufive tanë. Deri më sot, ndoshta ndaj një mendim ndryshe, ju keni qenë ndoshta më afër këtyre turezave. Unë kam pa lider politik në Kosovë, Maqedoni, në Malzi, që vinë bëjnë Tiranë ka i resme, i herë me njënin, i herë me tjetrin, dhe ku shkojnë vendin e tyre thonë që shiko, kjo resme e kam bërë me këtë politikan apo me këtë politikan, edhe kam akses në Tiranë, ku ndërkohë që Tirana ziku i ka akses të vetë ke shqiptarët jashtë. Atëherë, në mbylljet e emisionit, doja të përmendja vetëm disa shifra të nxjerra nga anuali vjetor i doganave të Kosovës. Raporti i shkëmbimeve tregtare midis Serbisë dhe Kosovës është 400 milion euro, ndërsa me Shqipërinë është 171 milion euro. Pra, e ka jo 2 fish e pak më të madh. Kështu që i bie që neve duhet të bëjmë akoma më tepër për të afruar të dy vendet, pastaj a me paternalizëm nga Tirana apo me partneritet nga Tirana, kjo është diçka tjetër. Unë falenderoj pjesëmarrësit, falenderoj zotin Idrizi, falenderoj zotin Basili, zotin Bumçi, profesor Milon, profesor Gjufin që ishin të pranishëm sot këtu. Faleminderit dhe natën e mirë. Shifemi të njëjtën e ardhshme.